Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në valët e Window Radio e martë sot data 9 qershor. Jam unë Gens Paçuku, moderatori i Window Radio dhe ju flas nga studio në Londër. Ju falenderoj që na ndiqni por na prezantoni edhe tek miqtë tuaj e të gjithë të bëhemi bashkë, të bëhemi një zonjë fort në shërbim të vendit dhe të kombit. Këto ditë jemi në një atmosferë ndryshe, se populli po lëviz për interesin e vet, apo po lëvizin të tjerët, unë nuk e di. Është mirë të lëvizim, por për interesin e vet, prandaj duhet kujdes, duhet vigjilencë që të mos përfundojmë si të përdorur. Sistemi politik quhet teorikisht, por në fakt është një sistem ku ndërthurët politika, mafia dhe oligarkia dhe diku vërvitet populli i shkret që deri më sot vetëm është përdorur. Sistemi politik, duke mos punuar për interesin e popullit, ka prodhuar kriza e një krize madhe me rrezikshurën si komb, është ajo që dikur quhej emigrim e sot është kthyer në shpopullim. Shpopullimi që duket si me agjend ka lënë hapësira për ata njerëz që gjëja bëjnë politikën e vendit për të vjedhur pasuritë personale, por edhe kombëtare. Vjedhje me falsifikim, me tjetërsim dhe deri edhe me dhunë. E si për të mos mjaftuar kjo, ato që ngelet diku, ata po e falin, po e shesin, apo e këmbejnë për siguruar pushtetin e Ramës. Populli duket se ka humbur durimin dhe është ngritur fuqishëm në numra dhe në shpërndarje gjeografike, në gjithë Shqipërinë, por edhe në kryeqytetet kryesore të botës. Populli duket i vendosur, por mendoj unë se protesta duhet të kalojë në hapin tjetër, të mos bëhet bajate, të mos kthehet në parad fotosh dhe videosh në Facebook dhe Instagram, por duhet tani të detyrojë Ramën të tërhiqet. Këta duke zgjedhur një këshill drejtues në një agjend që duhet të detyrojë Ramën të tërhiqet, por jo me thirrje, por duke asfiksuar funksionimin e kësaj qeverie që vetëm funksionon për ta vjedhur. Dikush mund të më thotë se këtë thirrje për të hequr oksigjenin kësaj qeverie janë të rrezikshme dhe të dënueshme. Shqiptarët kanë një shprehje, po kujt i plasi? Për largimin e Ramës, 1.731.901 shqiptar, se po ja bëj edhe unë si Zeqineja mendojnë me këto shifrat. Pra 1.731.901 shqiptar firmosën peticionin për largimin e Ramës. Plus që shumë ngelen pa firmosur se më duket se e bllokuan. Shto këtu edhe nanën time 86 vjeçare që nuk përdor internet, plus shumë të tjerë si nana ime. Pra me pak fjalë, nuk ngeli kush pa firmosur këtë peticion, e si mund të jetë i jashtëligjshëm me kjo thirrje. Me emigrimin dhe shpopullimin u krijua diaspora shqiptare. Kjo diasporë që vetëm u largua fizikisht, por nuk i ndali kontributet për atë dheun për Shqipërinë. Madje shpesh herë në vështirësi, sepse edhe për të kontribuar, sepse hënat politike shqiptare duan që kontributi të kalojë përmes tyre, sepse kanë frikë se mos promovohen shqiptarët e diasporës. Diaspora tani është bërë pjesë serioze e angazhimit dhe kjo duket edhe nga thirrjet e vazhdueshme për të bërë pjesë e drejtimit të fatit të kombit, që jenë në protesta antiqeveritare në Evropë dhe Amerikë. Ka emra plot që kontribojnë, e sonte unë kam zgjedhur emigrantin, aktivistin, biznesmenin human, zotin Klodian Cami, emigrant në Itali. Zoti Klodian Cami, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma i nderuar Genci dhe shumë faleminderit për ftesën, njëkohësisht edhe një mbrëmje të këndshme të gjithë dëgjuesit të radios suaj. Është një ftesë plotësisht e merituar duke parë aktivitetin tuaj, Klod, edhe ne si radio, edhe unë personalisht e kemi si agjend promovimin e njerëzve që diçka bëjnë, sepse ne ngelëm duke lexuar vetëm kronikën e zezë, duke menduar se shqiptarët janë vetëm vrasës, janë kriminala dhe hajdut, janë vetëm të korruptuar, por duhet të promovojmë edhe ata njerëz që nuk punojnë vetëm për vete, po punojnë edhe për Shqipërinë dhe shqiptarinë, dhe këtu ke një merit veçantë dhe të falenderoj dhe të përgëzoj për atë çfarë bën. Edhe një herë faleminderit, është një detyrë që ne e ndjejmë dhe bëjmë së bashku, një lloj edhe sikur se ju, dhe shumë e shumë shqiptarë të tjerë, sepse kujtojmë edhe të kaluarën e varfër dhe ndohem mos nga kjo byrë
e dikurshme, ndjejmë dhe përftojmë dhe përgjithësitë tona për të sotmen dhe të nesërmen. Klod, si me gjithë të ftuarit e tjerë, ne fillimisht e fillojmë me prezantimin. Kush është Kloden Cami për dëgjuesin e radios tonë? Unë vi nga një fshat i Dibrës, me emrin Viqisht, në zonën Gjoricës, ku edhe kënohet Konga. Nga një zonë rurale e vuajtur në të gjitha sistemet për shkak të distancës të saj me zonat kryesore të Shqipërisë dhe gjithashtu të prekur shumë nga sistemi diktatorial. Një zonë e cila një Dibër e cila është ndarë në shumë vende që tashmë i përkasin shteteve të huaja, por që në fakt, siç thotë dhe shpreha popullore shqiptare, ne kufizohemi me shqiptarë në të gjitha krahët, dhe kështu që siç është për Shqipërinë, për Dibrën është në vende të tjera. Shkollën e mesme kam kryer në vendlindje, më vonë kemi emigruar në Itali, ku edhe jam sot. Më vonë kam kryer shkencat politike dhe jam futur botës biznesit prej thuajse 2 dekadave, prej nga ku më vonë fal kësaj le të themi arritje në fushën dhe sektorin e biznesit, arritëm të integrohemi edhe jo vetëm në shoqërinë italiane, por edhe të krijojmë ata përgjegjësi që duhet kishim për komunitetin shqiptar, i cili para 2 dekada ishte një komunitet me plot probleme sociale, por mbi gjitha për të kthyer një imazh të zi ndaj nesh për shkak të asaj varfërie, të asaj problematike të madhe pafund sociale që na kish imponuar të braktisim vendin. Dhe një pjesë e mirë e jona ishin delet zeza që në një farë mënyrë rënduan dhe imazhin e shumicës. Dhe u iniciuam në ato organizata të vogla të quajtura shoqata kulturore, ndër të shumta dhe kudo që ishim, që dal nga dal i dham një tjetër faqe komunitetit shqiptar, u munduam ta pastrojmë përmes aktiviteteve tona, përmes arritjeve tona, qoftë në sistemin kulturor edhe ato të biznesit. Okej, shumë bukur. Si tham, në mënyrë të përgjithshme përmendën një pjesë të rrugës tuaj nga vendlindja deri në Itali, edhe angazhimin tuaj profesional për vetën tuaj, por në këtë kohë nuk keni harruar as angazhimet dhe detyrimet, sepse jo gjithë njerëzit janë në lloj, dikush mund të bëjë më shumë, dikush mund mos bëjë edhe fare, por kushdo që mund të bëjë diçka duhet ta bëjë për patriotët e vet, sidomos në emigracion, por edhe shqiptarët për shqiptarët brenda Shqipërisë, edhe ti ke goxha aktivitet patriotik si në Itali, ashtu dhe edhe në Shqipëri me aktivitete humanitare. Disa nga aktivitetet tuaja, Klodi, në Itali, pasoj edhe në Shqipëri, në vendlindjen tuaj ku ju jeni i pranishëm vazhdimisht me aktivitetin tuaj human dhe patriotik. Po, në sa i përket aktiviteteve të mia në Itali, të cilën tashmë këtu kam më shumë se gjysmën e jetës, ku jam dhe me familjen, jam fokusuar shumë tek promovimi të rinjve shqiptar në 2 drejtime të ndryshme, përmes shoqatës Shqiponja, të cilën e kam krijuar në vitin 2010 me një grup patriotësh nga të gjitha trevat e Shqipërisë, dhe në këtë prizëm, në aspektin human, ne kontribuonim në çdo lloj rasti ku ka qenë nevojshme për të ndihmuar njerëz të cilët vinë qoftë nga Shqipëria për probleme shëndetësore apo edhe student një herësh. Në rastet e tërmetit kemi qenë shumë aktiv. Unë flas gjithmonë emrin e të gjithëve ne, sepse ne jemi si komunitet, pra si ekip shoqate. Më vonë kemi marrë një grup të rinj të cilët janë talent në fushën e sportit, për të cilëve dhe kanë ngritur shkallat hera herës, duke arritur deri në serinë C1 në nivel thuajse nacional në Itali, pra deri në gjithë veriun e Italisë. Një ekip të cilin sponsorizohet, le të themi, fillim e mbarim nga ana ime dhe kompanive të mia. Këta janë aktivitetet që ne kemi, le të themi, sponsorizuar. Fillimisht kanë qenë dhe sponsorizimi një shkolle shqipe për disa vjet, e cila më pas u mbyll për mungesë kuorumi të nxënësve. Pra kjo ishte me shumë domethënia, por fatkeqësisht ndoshta rrugës kjo u zbeh. Një kontribut i veçantë dhe i domosdoshëm ka qenë një periudhë kritike për Shqipërinë në kohën e një tërmeti qira, e cila ishte goxha e madhe dhe domethënë të shumt në diasporë, ndër të shumt do të isha dhe unë që dhash kontributin tim. Besoj e kujtoni, është para 10 vjetësh kjo episod. Kjo është për sa i përket këtu në Itali.
në linja të përgjithshme. Në drejtimin e ADEO-t ne kemi mundur të japim sa më shumë kontribute rasteve të publikuara nga rrjetet sociale, por edhe nga mediat për njerëz të veçantë me probleme pikësparja ata që kanë pas probleme me shëndetin, le të themi me një nevojshmëri për të kuruar. Por jo vetëm këto, kemi pasur një ndikim, domethënë edhe sa i përket rasteve të varfërisë për arsye sidomos të rast doja dedikoj. Në përgjithësi këto informacione i marrim nga mediat ose nga rrjetet sociale që publikohen. Ju kemi besuar fakteve të këtyre humanëve atje të cilët kanë kërkuar ndihmën. Një pjesë kanë qenë organizma fetar, një pjesë organizma aktivist pa prapavi fetare. Dhe kjo është ajo çka ne apo unë përgjithësi jam marrë dhe jam motivuar të gjendem pranë me aq mundësi sa kam. Së fundi prej 2 vjetësh gati jam njohur përmes një miku tim Demir Rusi, një shkrimtari në zonën e Dibrës. E përshëndesim zotin Demir Rusi. Edhe unë doja ta përshëndes shumë sepse është një njeri i cili me një moshë të thyer, por që me energjitë e një djaloshari shumë aktiv në komunitetin Dibran, po dhe jo vetëm, është një shkrimtar me prejardhje ushtarake. Demiri më njohëm një vajzë të vogël dhe familjen e saj, një vajzë 18 vjeçare, tashmë është 10 vjeçare, me një talent të veçantë në aktrim dhe në poezi. Dhe vinte nga një familje, le të themi, me probleme sociale, kishte nevojë për shumë mbështetje. Jam shumë krenar të cilën le të themi dhe shumë i lumtur që pata mundësinë ta njoh këtë vajzë, e cila në vërtet te i kalon intuita e saj dhe inteligjenca e saj te i kalon skajshëm moshën të cilën ajo ka. Aktualisht ajo fal kontributit pikësparit të Demirit, i cili e menaxhon nga pikpamja intelektuale. Por edhe timen dhe ndoshta do kujt tjetër po kalon atë fazën e vështirësive, pra po mundohet të aderojë në të gjitha garat letrare ku është e mundur dhe ku ajo duhet të promovohet. Unë ta shoh nga afër atë vajzën, edhe ishte një talent i vërtet dhe unë të falenderoj për atë çka ke bërë i nderuar Klodian, për arsye se në Shqipëri ne sponsorizojmë kryesisht në kuptimin dikur është pa bukur që një thes mielli, jo, ne nuk do të diskriminojmë njerëzit në kuptimin e nivelit banal të thesit miellit, pavarësisht se edhe thesi i miellit është mjaftueshëm i nevojshëm për bukë, por ne duhet të ndihmojmë njerëzit e spikatur që bien në sy për talentin e tyre, sepse me talentin e tyre ata ndoshta në pamundësi financiare ata mund të shuhen, ndërsa nëse kanë ndihmën dhe financat e nevojshme ata mund të jenë e ardhmja e vendit, edhe aty duhet fillojmë, sepse një thjesmjelli është vërtet se ka një vlerë, por sponsorizimi i talenteve ka zhvillim, ka kulturë, edhe është mjaft i domosdoshëm. Klodi, me qenë se shkum tek ajo vajza, atë vajzën e kam paone në Rëshen, me 27 shtator. Po, ku kemi krijuar federatën për Kuvendin e Veriut. Unë mblodh Kuvendi i Veriut dhe keni qenë një ndër organizatorët kryesorë të Kuvendit të Veriut. Si lindi ideja Kuvendit të Veriut dhe ekziston, a mendon se do të vazhdoj apo? Sinqerisht, unë mendoj se Kuvendi i Veriut ka një qasje, le të themi, ndoshta në term konsiston në një term provokativ, por duhet shpjeguar fakti që nuk është kështu, aq më tepër që historikisht Kuvendet e Veriut, ose më saktë thuajse në Veri janë bërë kuvendet më kryesore të patriotizmit dhe të qendresave, por në këtë rast, posaçërisht në këtë kuvend, të mos shumti, le të themi, nënvizoi nevoja për një reagim ndaj një politike e cila kishte krijuar për arsye elektorale më shumti një diferencë të madhe në gjatë qeverisë së këtyre 3 e më shumë mandateve, një qasje përçmuese ndaj investimeve, dhe këtu fjalët nuk janë, domethënë ky kuvend theksoi më shumti tek investimet, pra tek përqendrimet e shtetit dhe qeverisë ndaj një zone e cila
qartësisht nga shifrat që po sponsorizoi, pra që investoi, duke që kishte një diskriminim. Ideja mos pari tek unë erdhi përmes një mikut ton përbashkët Zev Gjonaj, i cili ishte fillimisht ideatori i kësaj dhe insistuesi që e çoi përpara si ide duke ju bashkuar më vonë me të tjerët. Gjatë fushatës së vjeçme elektorale, këto konsulta i përfilluan mos shumti në për tavolina private, nuk njiheshim me një pjesë tuajën tjetër që më vonë unë njohëm, që ishte rasti me ju dhe me të tjerë, dhe u vendos që të zyrtarizoj diku nga shtatori. Dhe siç u bë. Besoj se ishte një kuvend i cili duhej për rrethanat e kontekstit e momentit, siç kundër duhet edhe këto moment që jemi. Është një kuvend i cili pavarësisht vështirësive që ka dhe që kemi ne si drejtues dhe si ideator të tij, për shkak sepse Shqipëria e vogël e rrudhosur në maksimum këto momente, ka dhe atë nocionin tjetër që ne nuk kemi nevojë për shumë kuvende, për shumë organizma, po kemi nevojë për shkak të kësaj qeverie që kemi, e cila është e fortë, padrejtësisht e fortë, për shkak të bashkëpunimit dhe të kontrollit të saj nga krimi dhe këtë. Dhe kur një qeveri apo një mekanizëm politik komandohet dhe kontrollohet nga oligarkët dhe krimi, normalisht që bien argumentet logjike të konsultimeve të se si më mirë dhe ku më mirë. Dhe derisa ne ndodhemi me një qeveri të tillë, atëherë kuvend, një organizëm i vogël, edhe për shkak të rrethanave financuese, por edhe për shkak të fuqisë, le të themi, njerëzore, sepse siç e dini ju, personalisht, të gjithë ne komponentët e kuvendit jetojmë në diasporë. Dhe një organizëm i cili, le të themi, shumica dërmuese komponentëve jetojnë jashtë territorit am, bie energjia, mos saktë, le të themi, mungojnë protagonistët organizatorë. Mirë po, dashur pa dashur, ne dham sa ato kudo atë sinjalin, atë imazhin e një grupi të cilët jemi në merkaton e të interesuarit, domethënë për çështjet e veriut. Kemi qenë prezent me gjithë vështirësitë tona, kemi qenë prezent ku në media dhe ku edhe në terren në protestat e rrjollit, më saktë unë personalisht jo, po një pjesë juaj keni qenë disa herë. Edhe në thet. Edhe në thet kemi qenë, pse jo aktiv jemi shumë edhe në atë për çka ndoshta do të flasim pak më vonë, në Zvërnec, ku dhe me falë se po të ndërpres. A mendon sepse ne tani po e bëjmë publike këtë punë, nuk ka asnjë gjë për të fshehur, pavarësisht se nuk arritëm akoma, besoj që ne ishim në iniciativën tonë për të arritur aty ku ka arritur sot kjo protestë, domethënë masivizimin e njerëzve për të protestuar kundra kësaj qeverie. Kjo nuk është një arritje jona, por edhe ne kemi qenë me dëshirën edhe në tratativa për të bërë një organizim të tillë, pavarësisht se ne nuk arritëm ta bënin, u bën diku tjetër, ne e mbështesim vazhdimisht. Keni fjalën për Zvërnecin? Po. Genci, atëherë, le të themi... Jo, nuk them për Zvërnecin. Unë flas në përgjithësi për një angazhim të gjithë Shqipërisë dhe diasporës në këtij sistemi. Në një moment kur qeveria tregohet mosmirënjose dhe arrogante ndaj të gjithë shtresës në përgjithësi, atëherë lindja e organizmave të vogël është një detyrim, sepse nga organizmat e vogël, le të themi, të lehurat, po përdor fjalën të lehurat, ndoshta nuk është një term i saktë, por le të themi, këto organizmat vogël japin shtys. Sa do të vogla qofshin, po aty ku janë, le të themi, bëjnë e domosdoshëm. Dhe duhet kuptojmë edhe kjo protesta që s'punmi ka dalë kaq e madhe, pak rëndësi ka nëse e shtyr nga jashtë apo e plasur nga brenda. Besoj se nisi nga këto organizmat e vogla, nisi nga këto influencerët, po këto influencerët ishin ata tipat që deri para 2 javësh ishin personazhe Big Brother, të cilët dukeshin sikur s'kan asnjë farë interesi për Shqipërinë, por ja që pas kanë pas, pra në një moment sa këtu mjaftoi një shkëndij diku ti ndez dhe këta pas kanë plasën si gjithë patriotë të tjerë,
për të ndikuar sadopak në një protestë kaq masive. Pra, duhet bërë shpesh herë ky krim, sepse krimin në fundit janë gjitha shitjet territoriale të bëra nga qeveria, të cilët ku këtu e ku atje në theth, në rjoll, ku e diun në ato rrugët e papërfund e lënë mes rrugëve, në ato aksidentet, në ato vrasje të për më tepër në vrasje thuajse shtetërore, sepse po të shohim mirë zanafillën në çdo vrasje kanë burim shtetëror pas tyre, le të themi, o njerëz të lidhur me pushtetin, o njerëz të lidhur me politikanët. Pra, duket sikur çdo vrasje, çdo kronikë e zezë e ka atë zanafillën tek oligarkia, tek interesat kriminale, të cilat diku u thyen njëri mes tjetrin dhe pastaj përfundojnë në viktima. Pra, të gjitha këto raste quan këtu dhe shpresojmë Zot që kjo protestë të jetë, le të themi, finalja e këtyre 13 vjetëve barbëri nga kjo anë e qeverisë. Krenar që mos shumti edhe Kuvendi Veriut është pjesë aktive me atë forcën e vet të vogël apo të mund si ka, por është pjesë e drejtë le të themi e protestave në të gjitha kauzat që nga pra një viti që ne jemi krijuar. Klodi, propaganda shqiptare po i etiketon këtë protestë, po themi këtë protesta, se protesta në fakt ka një qëllim, një kauzë, është një, po nuk është një, janë shumë sepse janë zhvilluar në Tiranë, janë zhvilluar në shumë qytete të Shqipërisë, por edhe në qytetet kryesore të Evropës dhe të Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Tani propaganda qeveritare, sepse këtu i intereson propaganda qeveritare, don të shuhen namin që kanë marrë këto protesta. Unë shikoj të gjitha mediat e mëdha ndërkombëtare botërore nga Amerika, nga Anglia, nga Franca, nga Italia, shkruajnë për këto protesta dhe në mbështetje të protestave. Edhe shumë portale tjera në nivel botëror shkruajnë edhe i mbështesin këto protesta, ndërsa propaganda shqiptare don që ta zbusi çik situatën, sikur nuk është një protestë kombëtare, sepse njerëzit thonë, ore pse vetëm Zvërneci është, jo, protestën e Zvërnecit është edhe protesta e Thethit, është edhe Rjolli, pra ajo pika e ujit që derdh gotën ishte Zvërneci, pra nuk është një drejtim vetëm Zvërneci, është një drejtim në përgjithësi për politikën anti-shqiptare, antipopullore të qeverisë Rama. Edhe këta propaganduesit e kësaj etikën protestën si anti-amerikane, si anti-izraelite, në kohë që në fakt para ligjit duhet jemi gjithë barabartë, apo jo, në qoftë se aty ka vend për investime dhe ka plan zhvillimi dhe ka transparencë, ne nuk kemi ndonjë arsye se kush investon, se ne që jetojmë në botën perëndimore e dimë se investimet sjellin zhvillime, por kur nuk kanë transparencë, pakranësi ka, edhe dhënri, edhe vajza Trumpit jenë pa transparencë, ne nuk mund të lejojmë që të zhvillohen gjëra të tilla, por në këtë mes ku është problemi? A thjesht mos transparenca apo edhe territori i Republikës së Shqipërisë cënohet në këtë rast? Jo çdo herë investimet sjellin zhvillime, ka raste që investimet sjellin dhe pasoja, sado të mëdha qofshin në shifra. Madje ka raste që sjellin edhe pushtimet, në thojza, ndoshta jo të drejtë për drejta, por me ndikime të forta politike në të nesërmen, klienteliste më së shumti. Aq më tepër kur investimet bëhen nga njerëz të një rëndësie të veçantë, dhe këtu nuk them për një rëndësi të veçantë ekonomike, por me një rëndësi të veçantë lobingjesh politike të cilat tjetërsojnë vullnetin e nesërm dhe të sotëm të popullit në të cilin ata investojnë. Pra, në qoftë se do të fokusohemi tek Zvërneci, për te shifrave të vogla apo të mëdha, dhe dihet që kur flasim për investitor oligark, siç është edhe vet djali apo dhëndri i udhëhecit të SBA-s, kemi të bëjmë këtu me një ndikim të drejtë për drejtë politik dhe diplomatik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë në rajon. Dhe kuptohet që këtu lindin përveç investimit të cilit mund të jetë i vërtet, por mund dhe të mos jetë i vërtet, në shumicën e rasteve dhe fryhen shifrat për më shumë bindje, për të krijuar bindje në popull, por kjo është personazhi i ardhur që pritet vije, është një ndikues i drejt për drejt. Pra, është një princ shqiptar i padëshirueshëm në një rast, i cili do të ndikonte në qeverisjen dhe politikën shqiptare. Dhe dihet që Shqipëria ka këtë sensin negativ të servilosurit ndaj njerëzve me potencë diplomatike nga ana e perëndimore.
sidomos në perëndimorëve. Tani, a është vlerë e cila e ndryshon ekonominë shqiptare 4 miliardë euroshi? Mund të jetë provizorisht për disa vite, por ndoshta edhe mund mos jetë, sepse në historia e investitorëve tuaj ka treguar që fitojnë 3-4 figura, pra ata që janë të lidhur drejt për drejt me investimin, ndërsa masës ju imponohet mos mundësia për të shkel në atë territor të shitur. Pra, nënë kuptojmë që Zvërneci mund të jetë parajs për një pakicë shumë vogël, por mund të jetë edhe vendi ndaluar, mollë ndaluar për tërë ato vlonjat e mos më shumë shqiptar, të cilët manim për ta vizituar Zvërnecin të nesërmen nuk mund ta gëzojnë. Por për te aspektit ekonomik ka një diçka tjetër më parimore. A e lejon Kushtetuta e Shqipërisë shitjen komplet, flasim për shitje, jo dhënje me nënveçare, komplet të një territori shqiptar? Besoj se këtu kemi të bëjmë me një rast të ngjashëm, as pak nuk do ta konstitutoj fetar unë, por kemi të bëjmë një rast të ngjashëm siç ndodhi në shitjen e Palestinës nga një Izraeli vogël I cili kërkon të gjithë territoret e lindjes mesme. Ndoshta nuk është rasti shqiptar, por kjo ndoshta vlen për momentin. Nuk mund ta dim objektivin e këtij investitori në thonjza Izraelit, I cili çfarë planesh mund të ketë për të ardhmen e largët 50 apo 100 vjeçare. A mund të jetë kjo edhe me pasoja të tjera sociale apo edhe fetare për të nesërmen? Ndoshta sot jo. Por nesër me kalimin e kohës, me rritjen e këtij komunitetit vogël në thonjza Izraelit, sepse të gjitha këto pyetje retorike më lindin nga mungesa e transparencës që ju dhe e theksuat. Pra, kemi të bëjmë me një komunitet jo për racizëm, sepse nuk duhet të jetë pjesë e bisedave tona kjo, por komunitet problematik, jo vetëm në raport me komunitetet muslimane, por një komunitet problematik në raport me të gjitha komunitetet fetare, si që janë ortodokse dhe katolike. Pra, izraelitët aktualisht janë investimet izraelite janë të dyshimta kudo që janë orientuar, edhe në vende më të mëdha europiane se sa Shqipëria. Tani ju jetoni në Angli, edhe ju jeni po aq ndjeni të revoltave të shumë shteteve europiane në raport me investimet jo transparente të izraelitëve në terren. Megjithatë, Shqipëria është një rast më I dobët për shkak të trazirave politike, për shkak të mungesës së patriotizmit nga politikanët tanë, të cilët së fundmi prej 2-3 dekadash komandohen dhe prodhohen nga qarqe dhe lobingje të pa verifikuar nëse janë qëllimdashëse për mirë në Shqipëri apo jo. Transparenca është shumë e rëndësishme sepse në fundit të shesësh një territor goxhat vyer të popullit të Shqipërisë pa asnjë farë konsulte mediatike apo politike, nuk jam ndjeni se nuk e njoh hierarkinë e kushtetutës, por ndoshta edhe në raport me ligjet e shtetit, sepse zotnia që drejton qeverinë sot nuk e konsideron veten më kryetar të qeverisë, por ka disa vite që vetë ndihet pronari I real I gjithë Shqipërisë. Pra, ai operon sikur çdo gjë ta ketë tien dhe kur arrim në këtë pikë që të kemi një person kaq shumë të mefsht I cili shumë lirshëm e shet Shqipërinë, sepse vetëm për shitje garanton fitoret e radhës, pra kthehemi tek pika e parë që po shpjegoja që kur një person blen oligarkët global, siç mund të jetë dhëndri I Donald Trump, I cili ka influencë të drejt për drejt diplomatike në të gjithë globin, është shumë e thjeshtë. Këtu s'ka nevojë më për zgjedhje, sepse zgjedhjet I garanton, janë të garantuara nga një VKM apo nga një fshit blerje e drejt për drejt e kryeministit shqiptar, një territori, një udhëheci I cili ndron dhe rrezon qeveritë më të mëdha në nivel global, pa lëmë një Shqipëri të vogël. Do me thënë, do të thuash që kjo pjesë, ky investim mund jetë edhe një marrëveshje për të garantuar karrigen e Ramës në pushtet. Por thuaj se të gjitha tani nëse do ju referohemi fakteve pa e përfshirë në interpretime politike, të gjitha lobingjet
e këtyre 13 viteve kanë qenë në favor të mbajtjes në pushtet. Tashmë nuk është nevoja ta tryllojmë unë dhe ty në këtë diskutim, por që Shqipëria ka shtete anti-shqiptare, që sfundmi politika funksionon përmes lobingjeve. Pra, që Shqipëria me dekada dhe me shekuj luftohet që ta tjetërsojnë në të gjitha drejtimet, qoftë ta largojnë nga ajo, le të themi, hynia në raport me familjen, në raport me patriotizmin, tashmë kjo është fakt që dihet. Pra, tendencat e diplomatëve të huaj për të sponsorizuar në Shqipëri politikan të lehtë. Pra, kur them politikan të lehtë, politikan të cilët t'i kenë nën kontrollin e tyre për çdo gjë, është evidente. Diplomatët nuk duan. Tani unë do t'ishte mirë të mos përmend emra politikanësh, por për të mos e politizuar këtë bisedë, po kaloj pak në Dardani. Ne kemi për shembull në Dardani një qeverisje e cila drejt për drejt, me votë të pastër dhe të pakontestueshme, për të disatën herë triumfon. Dhe po për të disatën herë, lobingjet këtu përfshirë dhe vetë të besuajnë drejt për drejt Donald Trump në Kosovë dhe në rajon, rëzon një qeveri legjitime që siç është e Kurtit. Pak rëndësi ka nëse me të drejt, pa të drejt, ideologji komuniste, ideologji demokratike. Në fundit është një qeveri legjitime me votë pa kontestuar. Dhe paralelisht me atë qëndrim që po mbajnë dhe diplomatët atje që duan mos ta tjetërsojnë Kosovën, ndodhe kundërta në Shqipëri. Një qeveri tjetër në Shqipëri, komplet jo legjitime, me fakte manipulative për çdo zgjedhje që ka krijuar deri më sot, deri edhe në korruptimin e opozitës, blerjen e opozitës. Ku e diun, le të themi lobingjet për të shpallur non grata, jo vetëm liderin, por edhe segmentet caktuara, blerjen e medias, ku e diun, blerjen e eksponentëve kryesor të opozitës duke vënë në detyra kyçe si për, le të themi, për të mas 2-13 vjetë opozit, pra për t'i manipuluar drejt në detyra të mëdha, edhe nga tjetër, edhe pse dhe zgjedhjet kontestueshme, faktësisht të provuara të blera dhe jo vetëm, por edhe të dhunuara në raste të veçanta, siç u pa dhe zgjedhjet e fundit, është një qeveri e cila mbështetet. Nga kush mbështetet? Nga pikërisht ato vende në cilën ne duhet të aderohemi. Pra Europa, dhe këtu nuk mungon edhe Amerika. Pra, kjo do të thotë që kush e shet Shqipërinë ose vendin është më i admiruar se sa ai i cili mbron vendin. Sepse ai i cili mbron vendin është i fokusuar t'i thotë jo çdo lloj kërkese, e cila vjen nga njerëz të fuqishëm të botës së politikës apo diplomacisë jashtme. Kjo është e gjitha sipas meje dhe siç e kuptoj unë, sepse nuk ka tjetër shpjegim, po të flas për dy Shqipëri. Pra, Shqipërinë që kemi në Dardani, ku qeveria është legjitime dhe ku zgjedhjet janë të pakontestueshme, por që kemi me një lider atje politik i cili thotë jo çdo veprimi të padrejtë ndërkombëtar. Dhe pse i thotë jo, po luftohet dhe madje po rrëzohet në të disatën herë përmes disa puçeve politike dhe kushtetuese. Nga ana tjetër, ky që s'ka asnjë lloj targeti të njohur, pra që nuk ka asnjë lloj legitimiteti, nëse do të flasim për një qeveri të zgjedhur apo jo, ky është i mbështetur nga ndërkombëtarët deri në atë pikë sa që edhe aktron me ta. Ama askush nuk reagon qoftë dhe për pamjen apo për psikikën e tij të vënë në dyshim në raport me mediat, në raport me veshjen diplomatike mund të jetë i vetmi. Përjashtuar një farë Gaddafi i cili dikur u ra, i cili ishte le të themi karagjoz, siç është aktualisht kryeministri shqiptar i cili vishej me ato format e veta, jo institucionale, pas Gaddafit në radhë vjen Edi Rama i cili le të themi mendon se e manipulon dhe në fakt ai bon sikur e manipulon me shprehjen e bukur që nuk i mungon për hir të vërtetës, por në fakt i manipulon përmes portafolit shqiptar i cili diku me shitje, diku me blerje të politikanëve, deri në fazën që arriti deri edhe në FBI. Unë besoj Klodi se Rama është një i shmendur, nuk ka lidhje me politikën, nuk ka lidhje me adhetarizëm, është njëri më i papërshtatshëm për të drejtuar një brigadë kooperative, siç kemi thënë se ti e moshëre, nuk ke pas lind në atë kohë, e mo të drejtojë Shqipërinë. Por Rama ban Karagjozin sepse jo për aftësinë e tij,
prandaj nuk pyeta as për veshën, as për sjelljen, sepse edhe ata nuk e kërkojnë llogari, sepse Rama për sa kohë është burt para e për ata janë në rregull. Ata e marrin ata çfarë duan, pastaj nuk i intereson Rama, sjellja e Ramës për sa kohë ai nuk mbyll rubinetin e paras. Që po flisim për investimet, investimin amerikan, kemi një investim tjetër amerikan, ne Klodi duhet të flasim të vërtetën, sepse nga njëherë shqiptarët edhe e shikoj edhe tek politika e djathtë në Shqipëri, nuk e përmendin Amerikën për kritik asnjëherë, sepse ndoshta ata mendojnë se aty buron pushteti, po prap nga ata edhe mbaron pushteti. Ne duhet jemi të ndërgjegjshëm, jemi shqiptar, jemi patriot, edhe nuk jemi kundër Amerikës, sepse Amerika nuk është kushtër e Ivanka Trump, as nuk është edhe Donald Trump, sepse edhe vetë amerikanët 50% ndoshta ata një më shumë nuk e duan Donald Trumpin, pse do ta duam ne, nëse ai nuk respekton të drejtat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kemi investimin në patos të Bankers Petroleum, që është një investim me ndërhyrje të një ambasadori amerikan, edhe aty ka një korrupsion pa. Shqipëria me sa duket nuk përfiton asnjë gjë nga ky biznes, sepse ata nuk paguajnë taksa, ata vjedhin çdo gjë. Pra edhe sa është investim amerikan, ne duhet ta denoncojmë dhe ne duhet të flasim drejt dhe gjithmonë të vërtetën. Ne nuk kemi luftë me Amerikën, nuk kemi fuqi se në luftë me Amerikën, por nga ana e dinitetit, ne duhet jemi dinitoz, ashtu siç i ka një shqiptari edhe një kombi, pavarësisht jemi i vogël. Duhet që dëgjuesit mos na keq kuptojnë, mos dukemi si anti-amerikanë nëse kritikojmë Amerikën, se ne nuk po kritikojmë në fakt Amerikën, por kritikojmë raste të veçanta që ata nuk respektojnë as vetë Amerikën. Si rasti i McGonigalit që u shit te Rama, një eksponent i lartë i FBI-s amerikane, u shit te Rama. Pra ai kur ka shit Amerikën, si do ta quajnë atë amerikan. Prandaj ne që flasim nuk jemi kundër Amerikës, nuk jemi kundër zhvillimit, por ama jemi pro transparencës. Edhe ka dhe diçka Klodi se ti edhe biznesmen edhe i di këto gjana. Në momentin që shqiptarët u ngritën në protest, thanë op, na ikuaj, duke u qa ca propagandist, duke u qa na ikuaj, merreni tani se shkojnë Mykonos. Ore, ti si biznesmen në momentin që dështon në tratativa për një biznes, direkt të nesërmën e ke biznesin tjetër gati, si shkon. Pra, si ka mundësi që ai sot hiku atje, nga nesër shkojnë Mykonos. Imagjino sa poshtë është niveli i propagandës, që shkosh në Mykonos duhet kohë, duhet punë, duhet bisedime, dhe Greqia nuk është nga ato shtete që dorëzohet kaq lehtë edhe para amerikanëve, dhe këtë e ka tregu, me thënë të drejtën, e ka tregu me kohë. Kështu që ne duhet jemi Genci nuk besoj kjo populli shqiptar ka një le të themi ndoshta të doktrinuar dhe të lindur në një sistem komunist, frikën dhe një ka pjesë të tij që në lindje. Dhe normalisht le të themi jemi të njëjtët që kemi kënduar Kinës kundër Amerikës dhe të njëjtët që kemi kënduar Rusisë kundër Amerikës, dhe po ne që i këndojmë sot Amerikës kundër Rusisë, dhe asnjëherë nuk arritëm ta kuptojmë që të gjitha nuk kanë asnjë lloj lidhje le të themi shpirtërore apo shekullore me Shqipërinë, përpos se në rrethanat e veçanta, në kontekstet e veçanta, interesat e tyre, të cilët din më së miri se sa ne ti mbrojnë me çdo kusht. Ju përdoret Greqinë. A vërtet vallë mund po të ishte një investim kaq i fortë ky në Zvërnec mund të merrte një investim të tillë Shqipëria e Ramës Greqisë, e cila është ende dhe më e bukur në disa aspekte për shkak se është investuar, po është më investuar. Sigurisht që edhe diplomacinë Greqia në raport me Amerikën e ka më të fortë. Arsyeja është shumë ndryshe. Amerika, Greqia mbron sovranizmin. Pik. Dhe madje Greqia ka dhe lidhje të forta me Izraelin, sepse unë nuk e konsideroj investim amerikan këtu në Zvërnec. Personazhi nuk ka lidhje me Amerikën. Mund të jetë në shtetas amerikan si kundër 4 milionë gjysmë të tjerë Izraelit. Por personazhi është një njeri që lobon për Izraelin. Pra, sot ne kemi një personazh potent të fortë në Zvërnec, i cili në Zvërnec mund të arrijë në 50 vjetët e ardhshëm mund të arrijë deri në Dukat, në Vlorë. Në Moskë deri në qytet gjysmën. Me parullën e investimit sot, nesër me një parullë më imponuese. Me kalimin e kohës asimilohet akoma më shumë Shqipëria dhe
nuk e ka problem fare, pastaj të hyjnë edhe pa lejë dhe me lejë, siç po bën sot në Palestinë dhe jo vetëm. Po të kishte qenë investim kaq i rëndësishëm, Greqia do kishte përdorur të gjitha hallkat e mundshme që ta kishte marrë për vete. Ata kështu mendojnë tani, thonë që Greqia e ngriti këtë revolt, që ata të iknin nga Shqipëria sepse doshin ta merrnin pjesë atyre, po unë besoj që kjo nuk ka lidhje me atë punë, sepse ky nuk ishte thjesht një investim, ky ishte një falje. Për fat keq Shqipërisë i mungojnë mediat e lira të cilët të mund të informojnë popullin shqiptar, sikundër po edhe popullit shqiptar i mungon vullneti për ta thirrë koshiencën dhe ndjesinë e pastër patriotike, të ditë të ndallojë, le të themi, armiqsinë nga miqësia. Kur them armiqsinë, unë nuk dua ta konsideroj armik as Amerikën as një shtet tjetër, ata janë në të drejtën e tyre diplomatike dhe ekonomike për të blerë për të shitur, por ne jemi një shtet sovran që duhet pikës pari të gjykojmë mbi parimet e territorit. Në qoftë se ne kemi qenë të varfër deri më sot, 4 miliardë euro nuk do ta ndryshojnë jetën e popullit, por këta 4 miliardë euro mund të na blejnë një pjesë Shqipërisë. Jo, në fakt, me fal Klodi, këta 4 miliardë euro nuk janë nëse erdhën atë ditë që do të hynte jarët kushtin në Shqipëri, edhe do të na dërgojnë nga nizarf me parë gjithë ne shqiptarëve edhe për të bën të pasur. Këto 4 miliardë euro janë investim në kohë të gjatë, 10 vjeta, nuk e di se sa për sa do të jetë investimi, plus që në pjesën e atyre investimeve luksi që do të bëhen atje, besoj që një pjesë e mirë e paras do të shkojnë te jashtë për inxhiniera, për arkitekt, për pajisje, për shumë gjëra. Pra shqiptarët besoj që vetëm në rolin e sklavit për të marrë një ditë pune, asnjë gjë më tepër. Sigurisht, sepse vetëm atë mundësi krah pune ka Shqipëria. Pra dhe normalisht dhe investitori që vjen nuk mund t'i besoj, le të themi, arkitekturën shqiptarëve. Nuk e kemi atë nivel që ta bëjmë dhe ta japim për një, le të themi, për një investim kaq të madh, i cili ka prapaskena, sepse në fundit është një investim me prapaskena, pra nuk, le të themi, tani derisa nuk ka transparencë të plot të projektit, lind me të drejtë dyshimi i shumë intuitave, pra negative, se po të kishte qenë shumë i pastër objektivi, s'kish pse të mos bëhet edhe transparenca këtij projekti. Pra në qoftë se do të ishte i pastër objektivi i kësaj marrëveshje, me kohë do ishte trajtuar, do ishte elaboruar nëpër media, mes raporteve pozit-opozit, mes ambientalistëve, ku diun më the tash. Pra fakti që është bërë çdo gjë në heshtje, deri në momentin kur plasi Tollumbaci, do të thotë që këtu dihet që ka, do e mos ka, le të themi, prapaskena, të cilat ndoshta një ditë kur ti kuptojmë do të jetë vonë, por kur të jetë vonë nuk mund t'i bëjmë më. Dhe pikërisht për këtë duhet që të lutemi Zotit, ndoshta kjo protestë e cila ka futur brenda vetes të majt, të djathtë, radikal, më the thash, inshallah nuk krijojmë përçarje mes palëve, sepse ndoshta nëse do të kishte përçarje, do villonte të zhbohej pastaj edhe E kemi në një pyetje tjetër më poshtë këtë bashkëpunimin dhe përçarjen, por desha duke i dhënë fund kësaj pjese, domethënë të investimit, desha të them se përtej asaj që propaganda mundohet ta ngjyros në të zezë këtë protestë duke quajtur se protestojnë kundër Amerikës, edhe protestojnë kundër investimeve të huaja, shqiptarët duke qenë se një pjesë e mirë jetojnë në Evropë edhe një pjesë tjetër kanë lidhje me Evropën, Amerikën, me kapitalizmin, e dinë se investimet e huaja duhet të nevojshme, por duhet jenë gjithmonë transparente, edhe duhet jenë në interes të popullit dhe shqiptarëve. Nëse nuk janë, pavarësisht nga kanë burimin, ata nuk duhet të pranohen. Pra shqiptarët nuk po qenë kundër Amerikës, as kundër investimeve, por thjesht kundër mungesës së transparencës. Klodi, këto protesta që po quhen si revolucioni pelikanit, ndërkohë që shqiptarët janë në luftë për ekzistencë. A duhen shndërruar në revolucion popullor, pasi problemi shqiptarëve nuk janë vetëm pelikanët, nuk është vetëm Zvërneci, nuk është vetëm Sazani, por është Thethi, është Rjolli, është Durrësi, është Skavica, është Mirdita, është Lezhë, është Korsha, Saranda, Fieri, Skrapari, është e gjithë Shqipëria, sepse është vjedhja aty brenda, është korrupsioni, është mafia,
se kur përdorim se revolucioni pelikanit nuk është sigur i zbutet i çik ajo se tash ti luftojnë shqiptarët që janë luftë për ekzistencë për pelikanin dhe mos luftojnë për këto pjesë tjera, më duket sikur pak e butë, nuk kemi në Finland apo në Danimark apo në Suedi. Pra mendoj se protesta duhet ndryshohet edhe imazhi. Revolucioni popullor për të gjitha pakënaqësitë e krijuara nga mënyra se si qeveria Rama e ka drejtuar këtë vend ndër këto vite. A mendon se duhet të jetë çik më agresive, më gjithëpërfshirëse? Gjithashtu protesta, miku im, vazhdon të jetë në atë oazin e një mungese të fortë transparencë se si një popull kaq shumë i fletur dhe dënësisht i fjetur, dhe për këtë biem dakord të gjitha palët pas në më të voglën ndryshe, në një ditë bukur vape, Qerqori u zgjua kështu kaq shpejt brenda një nate. Duket sikur dhe kjo në vetvete përmbën një sekret madh. Unë vazhdoj të besoj se këtu diçka më e fortë dhe më e jashtme është në nxitjen e këtyre protestave të një populli të fjetur. Sepse skandalet e kësaj qeverie të njëjtat dhe të ngjashmet me Zvërnecin janë të shumta hera herës. Madje unë do të doja të konsideroj një skandal më të fortë se sa të Zvërnecin edhe prekjen e dinjitetit popullor në ditën e zgjedhjeve kur ti e blen ose kur ti e skandali fort është edhe kur ti përdor mediat për dizinformim. Në qoftë se ne kemi quajtur 50 vjet komunizëm mungesë mediash totale, sot ne kemi një rast më të rrezikshëm se sa mungesën e mediave. Kemi median e pakuptimt dhe të pafund për të dizinformuar, e cila është shumë më e rrezikshme se sa edhe nga mungesa e informacionit, sepse një media që përdor popullin për dizinformacion është më e keqe në këndvështrimin tim se sa të mos e informosh fare i cili mund të informohet sidomos në botën e sotme me anë të rrjeteve sociale. Pra, ne kemi një popull i cili nuk bashkohet në asnjë tavolinë i majtit djathtë, sepse zihen, sidomos pas një teke apo pas një dopjeje, por papritur të majt dhe djathtë gjendemi në mes qeshit dhe bëhemi bashk për një Zvërnec, që me siguri që është një kauzë e madhe, padyshim që është e madhe, por kemi kaluar një 20 Zvërneca kauzash, skandalesh për këto 13 vjet. Që nga Skavica, e cila po ashtu ishte një Zvërnec më i egër me vetë, par sipërfaqen e madhe të metra katrorëve që pushton të Dibrën, dhe jo vetëm në nivel materialist, por edhe në nivel kulturor, pra geografik. Kemi rastet e Shkodrës, ku di unë Thethin dhe Rjollin, dhe jo vetëm. Padyshim kemi Alabarin në Durrës, po portin e Durrësit i cili s'ka kur fare lidhje me projekt të tipit Dubai, ku di unë më thet thash. Kemi një aeroport në Vlorë i cili, siç dihet, është në kauzë shtetërore përmes investitorëve, Begjet Pacolli dhe kush tjetër në radhë. Kemi një marrëdhënie teskaqërisht negative të prishur të ndërhyrjeve të kësaj qeverie në raport me Kosovën, e cila në vend që t'i mbaj marrëdhëniet shumë vllazërore, ky mban marrëdhënie vllazërore me qeverinë e Serbisë, ndërkohë që i ka të ftohta komplet me Kosovën, pa marrë parasysh këtu që u provokua që me pagesën e autostradës rrugës Kombit të hapej dogana pa kurfar pasaporte, më thet thash. Pra, kemi një numër skandalesh pafund që ky popull fleti, madje edhe duar trokiste për oratorin thonjza perverse që ky tipi le të themi përdorte me njerëz zarzavat të Sorosit në për konventat ndërkombëtare, nga le të themi atë të quajtura ndërkombëtar, këta një ambasador apo ku diun intelektual të ndryshëm, diplomat, dhe ky ishte në qendër të vëmendjes dhe pse një rikitak nga pikpamja le të themi intelektuale, por pikërisht sepse ndërkombëtarëve ju interesonte kështu kjo pjesë, pra ky personazh, atë e promovonin. Pra, këtu kemi të qartë tazi një investim, nuk e dim se nga ku dhe sa vende e kanë, por me siguri qartë që anti-shqiptare, të cilët duan këtë lloj elite në Shqipëri, sepse vetëm kjo elitë në Shqipëri mund ta tjetërsoj popullin shqiptar në favor të atyre lobinjeve që duan ta tjetërsojnë kulturën shqiptare, jo vetëm. Pra kjo është për mua kyzim, pra se ishte pyetja për protestën, unë uroj që kjo protestë sadoku do të bëjë rolin e saj. Sepse në fundit çdo protestë ka vlerë. Dhe unë
megjithse jam skeptik, sepse i druhem shumë që mos ndoshta edhe këtu jemi mish për top në kuptimin figurativ, se mos ndoshta po e përdor vetë ky, nga që kemi zbuluar që shumica e njerëzve janë edhe të administratës të punësuare. Kështu që urojmë që të mos dalim në atë suazën që diçka të rezultojë një flusk, sepse do të ishte pastaj prapë mbase edhe për të na armiqësuar më shumë, madje për të përdorur videot tona si anti-amerikane apo si antisemite, ku diunë më të thash. Pra, vazhdoj të besoj se kjo është një lloj politike e sajuar për të përkeqësuar patriotizmin shqiptar me çarqe të caktuara diplomatike të forta në rang ndërkombëtar, që të cilat janë anti-shqiptare, dhe unë vazhdoj të konsideroj anti-shqiptare. Po, tani, duke pas parasysh edhe ata që thamë dhe që thuhet vazhdimisht, edhe fakti të regojnë se shqiptarët e kanë të vështirë të bashkëpunojnë. Ti ke një parti politike, edhe aty ka shumë përplasje, ka luftë të brendshme. A mendon se do dinë të luftojnë për kauzën, apo do fillojnë bryllat në këtë protestë? Se ka, me thënë drejtën, ka brylla, nuk e dia ka brylla se nuk jam aty, por shikoj që disa individ duan të promovohen, disa individ edhe politik, pavarësisht se kulturit janë për një protestë apolitike, edhe disa janë munduar ta mbajnë politikën larg. Shikojmë disa partitë vogla, sidomos Partinë Komuniste të Arlind Qorit, i cili mundohet që edhe deri diku ja ka arritur qëllimit që të zbatoj një agjendë të vetën në atë protestë dhe të pretendojë të promovohet, e ndoshta ta ktheje këtë në vot nesër pas nesër, ku unë nuk mendoj se promovimi është diçka normale. Domethënë, cilido që është aty iniciator dhe organizator ka sado pak merit, sado që mund të mos bijem dakord me grupe rivale. Promovimin e kuptoj, por unë nuk mund të promovoj dëmin tënd, Klodi, domethënë që Klodi, ne nuk do të promovohemi, duke të mbyt ty mundësinë për të promovuar edhe për të shfaqur si sigurisht jam kundra atyre përplasjeve artificiale, pikërisht është kjo që më frikson, se mbase ndoshta janë të njëjtët ata të cilët mund të përdoren dhe për ta shuar protestën, sepse nëse provokoj një pjesë tjetër të opozitës për të mos qenë pjesë e protestës duke përdorur dhe pankarta provokative, kjo do të thotë që të detyrojnë, pra është një lloj taktike për të larguar një pjesë të mirë, se në fundit dihet që ata njerëz i përkasin dy partive të mëdha. Pra nëse ti sulmon dy elektorate të majtas djathtas, ti ke larguar 90% të protestës. Partitë e vogla, sado që mund të kenë në raste të veçanta kauzat e tyre të drejta, në kurrë nuk e përfshijtojnë një elektorat, sidomos në një elektorat të tillë si në Shqipëri. Pra, a mos ndoshta është kjo një lloj strategjie e blerë e vetë këtyre organizatorëve të skenuar apo të skeduar nga jashtë apo nga brenda për t'i dhënë dhe fundin kësaj proteste, sepse këto 2-3 ditë sa duket është rritur dhe ai tensioni mes thyerjeve të këtyre komunistëve të vegjël të Qorit për të larguar, le të themi, aktor protestues të cilët kanë vite që protestojnë për të njëjtat gjëra, ose për të krijuar një përplasje artificiale. Me falë, Klodi, se po të ndërpres, unë isha në protestë të dielën në Londër. Në Londër u organizuan 2 ditë protesta edhe çtunën edhe dielën, edhe kur shikoj aty unë pash një prezencë të njerëzve të Qorit që u munduan edhe deri diku arritën qëllimin të diktojnë agjendën e protestës, edhe unë ju thash, dëgjoni, thash, ne po bëjmë një protestë dhe protesta ka një qëllim, është kundër qeverisë, sepse është ajo qeveri që po na mbyt, po na shpopullon, po na varfëron, po na vjedh, po na shet. Edhe ne duhet kemi respekt për të gjithë elektoratin, ajo që thatë edhe ju, duhet jemi të kujdesshëm, sepse duke fyer një pjesë e elektoratit, ata nuk kanë si rrinë në protestë bashkë me ju, edhe në një rast foli dikushi, pastaj u ngrit prapë foli, edhe unë kisha kërku fjalën, edhe i them, ti pse flet 2 herë? Jo, po unë po mundohem të ngrej entuziazmin e protestës. Pse thash, vetëm ti e bën atë punën, e tjerë nuk e bëjmë? Pra, pash që ata edhe pyes njënën nga ata, e thash, kush je ti, jam filanja? Edhe kur direkt hyna në profil, sepse kur flasis do të kesh edhe fakte, po ne që kemi domosh me këto
këto su një qyj kalamaj me thënë drejt, ndoshta jam i qik egoist, nuk është egoizm, me disa që janë njerëz që janë mish për top aty, edhe shfrytëzohen, për të mos u përballur direkt, ta di se kush është personi, u futa në Facebook, i futa emrin, edhe ajo shpërndan te statuset e Arlin Qorit. Pra, du me thënë që ata janë munduar që të marrin iniciativën, të ndërtojnë agjendën, edhe kalojmë edhe dyshimet që sa sepse në fundit këta njerëz që të parti politiki minimalisht me shumë pak njerëz, edhe parti komuniste në kuptimin që nuk vjen nga bota ose me njerëz që janë të lidhur me biznesin, ku i marrin këto financime që të vinë në Londër të protestojnë, të vinë atje të ndërtojnë agjendën, apo qoftë edhe në Shqipëri. Protesta ka dyshimet e veta, është në vërtetë. Kjo është sigurisht një ndër protestat më të çuditshme që kanë ndodhur në Shqipëri, sidomos në Shqipëri që shquhemi për një popull që le të themi natën flem dhe ditën pushojmë se jemi lodh duke flet natën. Por problemi është tashmë ne jemi në atë fazë që gjithë secili që flet dhe që organizon duhet që të anashkalojë çfarë mendon, por duhet të jap kontributin që kjo protestë të ushqehet. Dhe sepse po ta bëjmë publike të gjitha tmetat që ka kjo protestë, e cila nuk dihet se si lindi, kjo fare nuk dihet se si lindi, askush nuk e priste, askush nuk e proklamoi, askush nuk e deklaroi. Nuk besoj se influencerat që nxitën janë njerëz të cilët ndonjëherë vetëm në jetën e vet kanë fol për patriotizëm apo për ndonjë kauzë, sepse në fakt dihet që këta janë nxitën mos shumti këtë protestë, por për te pseve të pakuptimta që ndoshta edhe nuk do t'i mësojmë shpejt, mirë është që t'i japim shtys kësaj proteste, sepse po ashtu e pakuptim ngelët se si mediat ndërkombëtare, të cilat i din provat dhe faktet e të gjitha skandaleve të qeverisë Rama në kur nuk reaguan, dhe kësaj radhe reaguan paralelisht që ditë në parë me popullin tonë. Pra, duket sikur një koordinim nga jashtë vjen. Dhe pikërisht kësaj besoj më shumë, sepse mediat ndërkombëtare luajnë rolin e vet. Domethënë, unë besoj se kjo do ta bëj punën sadokudo. Pra, po të shohësh reagimin ndërkombëtar në media sot, gati një javë, kudo po shfaq protestat. Pra duket sikur ka një ndezje nga jashtë të kësaj proteste, dhe unë do të doja t'i shpresoj shumë kësaj, pra t'i besoj shumë kësaj proteste, kur dhe pse mos jetë natyrale organizuar nga shqiptarët, se objektivi gjitha organizatave shqiptare, kulturore të djatha, edhe atyre të majta madje, janë rrëzimi i mitit, i idiotit, i le të themi i arrogantit në pushtet që është Edi Rama i vetëm, sepse mund të akuzojmë Berishën për metat e veta, mund të akuzojmë Qorin për idealizmin e tij ekstrem komunist, mund të akuzojmë shumë kënd, por ky nuk ka limit njerëzor. Ky nuk ka kufi njerëzor, ky nuk është as le të themi është një personazh realisht edhe të kaluar i kuruar për ato problemet e tija psikike, dhe gjithmonë më shumë, sidomos tashmë që është në pushtet, është i pakontrolluar në çdo drejtim. Ka kaluar çdo vit të kuqe me pak fjalë, edhe gjithë forca njerëzore shqiptare e protestës duhet drejtohet kundrejt këtij individi dhe mos shpërndahen në shumë plane për të humbur forcën. Gjithsesi, unë që të jemi të qartë të pak në pozicionin tim, nuk e di por unë pavarësisht se duhet të jemi i çik kritik ndaj disa gjërave dhe duhet i ndjekim gjërat me vëmendje edhe mos shkojmë direktisht për top, ne prapë ne mbështetsim protestën dhe do jemi pjesë e protestës, për sa kohë nuk kemi parë përtej skepticizmit, nuk kemi parë ndonjë gjë që ndoshta ka dyshimet e veta, por nuk kemi parë ndonjë gjë, sepse në fundit sido si tjetë një farë imazhi kuna qeverisë, pavarësisht se mund edhe po tjetë loj një farë imazh negativ ja jep qeverisë, edhe ndoshta e ban popullin që të ndërgjegjësohet, se e kuptojnë se nganjëherë kur duan të ngrihen, duhet vigjilencë, duhet kujdes, edhe duhet me rujt mos me u përdor timisht për top, por gjithsesi unë për veti kam qenë protestë në Londër edhe e mbështes protestën, pavarësisht indicjeve të disa grupeve, për sa kohë nuk ka dalë asnjë gjë negative hapur, duke besuar edhe tek disa njerëz që marrin pjesë, ndoshta unë përsëri do të isha pjesë e protestës, sepse unë nuk protestoj për individët dhe për njerëzit që janë, por protestoj kundra Edi Ramës si shkaktarin kryesor të gjithçka negative që ka ndodhur në Shqipëri.
Po, kjo është e vërtet. Kjo protestë duhet mbështetur me gjitha ato komplekse që kemi ndaj organizatorëve, një pjesë të organizatorëve, jo të gjithë dhe ne do të jemi aty së bashku. Madje bën mirë demokratët, pra opozita, nuk u ndikua, nuk u provokua, mori pjesë e para, mori pjesë pa pretenduar protagonizëm, dhe kjo ishte një risi, një diçka pozitive. Pra nuk provokoi sepse mund të pritej që opozita madje duke qenë se është në të drejtën e vet për të protestuar dhe që e ka bërë si trend vetin prej vitesh, të ishte ajo pikërisht provokatorja në këtë rast e kundërta, por më vjen mirë ajo ndeti pjesë e kësaj proteste pa ndikuar as pak në protagonizëm, i cili do të ishte një protagonizëm që do ta shemte të gjithë skemën e protestës. Pra aty pikërisht aty do të dukej sikur në qoftë se kjo do ta bënte, opozita do ta bënte këtë provokim, atëherë do të kuptoj qartësi se këta ishin bashkë, siç edhe thuhet në meselet e sotme politike të momentit. Sot veprimi qytetar për demokraci funksionale sot i ka dërguar një kërkesë për pajisje me fletë tip për nismë ligjvënëse të zgjedhjeve. I është drejtuar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve me disa kërkesa, edhe thot në fund komiteti përfaqësues i kësaj nisme përbëhet nga Krista Çkume, Andi Tepelena, Edlira Qepani, Pon Çata, Edleva Merko, Gerta Meta, Ilira Liaj, Rezearta Qaushaj, Rigel Gjemollari, Silvana Bello. Unë në fakt nuk ja kam një gjuzanin këti Krista Çkumes, Andi Tepelen. Një pjesë të mirë i njo janë sallat greke e lëvizjes Adriatik Llapajt. Janë njerëz të fokusuar aty, zarë të vegjël në përgjithësi, por aktiv të sponsorizuar me siguri. I kam parë dhe nga protestat që po ekspozohen, janë të ndarë në zonat ndryshme, sa i shohun nga videot. Megjithatë, qoftë hajër në rast se ja arrijmë ta rrëzojmë, sepse në fundit pastaj populli në fazën tjetër që është ajo e zgjedhjeve din të bëj pastaj zgjedhjen e vet, nuk është problem. Le të themi, sot për sot është rëndësishme është kush e jep dhe e shtyn një dorë drejt rrëzimit. Pak rëndësi ka kush ka të drejtë dhe kush don protagonizëm të gënjeshtërt. Klodi me banë përshtypje se janë disa gjëra në qoftë janë zakonshme edhe banë edhe rutinë, pastaj fillojnë edhe i bjen edhe vlera dhe interesi. U banë këtë dita sa u banë me protestën dhe ne nuk kemi një shem agjende. Sot kanë dalë me ca kërkesa, nuk e di akoma a ka një grup që një këshill që udhëheq protestë, sepse protestat nuk mund të bëhet një thirrje që do të mbillemi nesër në orën 8 pa pas një agjendë të paracaktuar, veç thjesht në lirshmëri. Unë mendoj që ata duhet të zgjedhin një këshill që të jetë i pranueshëm për të gjithë, edhe kur them për të gjithë, nuk do të thotë që të ngelet kush jashtë apo të ngelet ty dikush i pa merituar. Besoj se kjo unë mendoj të kundërtën në fakt Genci, për shkak sepse një këshill i krijuar do të thoshte që do të krijonte prej aty ndasi të mëdha me njerëz të cilët në përpjekje si për të dominuar apo për të afirmuar, në momentin që nuk përbëhen më pjesë në këshill, fillon ai demoralizimi, ajo heshtja, ajo zbrapsja. Unë nuk besoj se ka nevojë për një këshill për çfarë kërkesash, sepse kërkesa duhet të jetë vetëm një dhe vetme rrëzimi i qeverisë, dhe asgjë tjetër. Dhe vetëm më vonë pastaj në momentin në qoftë se është thonë që kjo përplasje të kryesojë qeverinë, vetëm më vonë pastaj mund të krijohet një këshill i cili të dalë me pretendimet e veta, sepse sido që të ketë një ndarje, dhe sigurisht që do të ketë ndarje kjo protestë, të paktën të jetë realizuar finaliteti. Pra këtu sot për sot kërkesa unike ngelet ajo e rrëzimit të qeverisë për të gjithë 1001 skandalet që ka bërë. Dhe nuk besoj se të tjerat janë të vlefshme, sepse ulja në tryezë, krijimi i një grupi, do të thotë ai grupi do të krijohet me komplekse, do të krijohet nga kush do ta krijojë njëra pa, kush do t'i nominojë, kush do t'i zgjedh, me çfarë rrethanash do të përzgjidhen. Por edhe sikur të përzgjidhen nga shumë rryma të ndryshme, do të ulen aty për kundrejt kujt? Edi Ramos, i cili është një manipulator ekstrem përmes diplomatëve të huaj. Pra, unë nuk besoj se duhet pranuar ulja në tryezë me Ramon apo me palën e tij, përposë se vetëm pas dorëheqjes. Dhe ajo që mund bëhet para dorëheqjes mund bëhet shumë më mirë pas dorëheqjes. Prandaj them që uroj që të mos ketë ulje. Ulja do të nënkuptonte një negocim në favor të Ramës.
Jo, unë e kuptoj Klodi, por duke pas parasysh se Rama nuk po jep shenja, ai bile po tallet me protestuesit, thotë ja unë jam votu me shumë njerëz, protestuesit akoma nuk kanë bën 500.000 vet, pavarësisht se 1.700.000 votuan në të peticionin që Rama largohet. Unë besoj që duhet ashpërsimi i gjuhës, edhe jo thjesht të gjuha, po duhet veprime, se në qoftë se protesta janë serioze për herë të parë, që nga koha që mbaj mend unë domethënë dakord, protestat e 90-s ishin në një tjetër lloj. Pas asaj kohe për herë të parë ka protesta që nuk bëhen vetëm në Tiranë, po bëhen në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Pra me këtë interes, nëse është interes i serioz, njerëzit mund ta bllokojnë funksionimin e shtetit në Shqipëri, mund të bllokojnë rrugët. Pra unë besoj që duhet një ashpërsim, sepse Rama kështu thjesht me paraqitje para kryeministrisë, siç thati një psikopat si Rama, në një kohë kur nuk ka ndonjë thirrje nga ndërkombëtarët që dërhiqet, pra ai gëzon ndoshta akoma mbështetjen ndërkombëtare, edhe për shqiptarët ai thjesht me pankarta edhe me sa fjalima ai nuk do të dërhiqet. Besoj që pasim që Rama e ka aktrimin e fortë, miku im, kështu që por dhe fatos Nano një natë para se të merrte rrugën për Greqi me 2 magjistratore nga 98-s, ishte në një studio televiziv dhe shumë hipnotizues. Duhet kuptuar që seriozitetin ne nuk e presim nga Rama, por të reflektuar sepse përndryshe s'do kishte nevojë për protesta. Ne seriozitetin e presim nga, le të themi, populli, i cili dhe gjithë organizmat që e ushqejnë të protestë, që mos dobësohen. Sigurisht që Rama nuk e ka prit dhe normalisht është akoma në atë mitin e vet, të cilin ai e bën mosmiri. Ose në rast se vërtet është kaq shumë i sigurt, do të thotë që ai është thjesht ai organizatori i kësaj për një show, po aq shumë keqdashës në Shqipëri që të shes popullin shqiptar, ndoshta në sy të opinionit ndërkombëtar dhe atij amerikan e izraelit, si janë që këtu ka segmente të cilat janë anti-amerikanë, sepse mund të jetë dhe loje këtij vetëm, ai është shumë strateg i skeqjes në Shqipëri. Të mos harrojmë që le të themi kjo është fakt, nuk është hulumtim. Në protestën shqiptare janë shumë njerëz të administratës. Prandaj themi që është një protestë e cila nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Dhe kjo për dyshuar, ndoshta jemi në publik dhe e ripërsëris, për rëndësinë që ka protesta është mirë që të mos përhapim lajme të cilat mund të jenë, ku e di unë, ndoshta nuk i përkasin momentit, i përkasin një momentit të dytë, masi të analizohet protesta. Por mund të jetë, ose ndoshta për shkak të një kritike të ashpër që ka marrë nga ndërkombëtarët për mos arrestimin e Belinda Ballukut, ndoshta të jetë dhe një skenar i cili për ta përdorur në finale, sikur unë bora që mos të mbroj, por ja që u ndodh kjo skenë, ta dorëzoj Belindën në shkëmbim të një ulje në tryez, ku diun më të thash. Pra, ajo është i Zoti gjithmonë ta kthej, le të themi, situatën në favor të vetes. Kjo fal të gjithë mekanizmat të Unë mendoj që Rama nuk do të besohet në asnjë rast edhe nuk do të bëhet asnjë lloj marrëveshje, ashtu që tha ti pak më herët që qëllimi final i protestës edhe çdo përpjekje do të jetë rrëzimi i Ramës, largimi i Ramës pa kushte, pa negociata, pa as edhe një gjë. Për sa i përket një pjesë administratës që thonë ju që mund të jenë në protestë, unë kam dëgjuar shumë njerëz që punojnë deri edhe kanë në dikasteret nivelit lartë në Shqipëri që e urrejnë Ramën pavarësisht se ndoshta dikur e kanë votuar, ndoshta paguhen nga qeveria e atij. Pra, shqiptarët kanë një saktë edhe kjo, por e urrejnë në heqje, urrejtja në heqje. Po duke pas se ka shumë njerëz, se shqiptarë këta ka për shembull. Në momentin që ata të shohin se do psohesh, pastaj ata dalin e paraqesin fytyrën e vërtet. Prandaj them unë që kjo mund të jenë edhe njerëz që ata duhet që e ndjenë se duhet hiki Rama, e shohin se do të Ramën edhe ndoshta dalin në skenë edhe pa shumë probleme. Nëse Klodi
le të shpresojmë që kjo protestë do të nxjerrë diçka, shpresoj që të dalë diçka pozitive, por që është momenti pasi njerëzit u mblodhën dhe treguan se janë gatshëm në thojza, se nuk e dim të sigurt janë apo s'janë gatshëm ta rrezojnë Ramën. Kjo protestë duhet provokuar me përshkallëzimin e saj edhe me ashpërsimin e mënyrës së kërkimit të largimit të Ramës, jo thjesht në kuptimin teorik edhe të pankartave. Nëse sidoqoftë tani folëm ne për protestën, folëm për Sultana, Ramën nuk lam çapa thënë për Ramën, edhe ai meriton gjitha fjalët, ai me të vërtet kur flitet për Ramën fillohet çështë e kartela e tij, sepse ajo është para se erdhi në pushtet, te çmenduria e tij, ai është një njerëz i çmendur që nuk e di se si arriti ai që të bëhet kryeminist i Shqipërisë. Madje të vendosë hegemoninë e tij, edhe të jetë 13 vjet kryeministër, edhe të pretendoje edhe për më larg. Pra duke pa karakterin e tij, sepse Rama nuk ka asnjë gjë pozitive në veten e vet, besoj unë nuk e di se si njerëzit e votojnë. Unë kam thënë që Rama jo duhet hiki nga kryeministër, po kisha thënë që Rama nuk duhet ishte kurrë kryeministër i Shqipërisë. Klodi nuk duhet ngacmoj, po duhet të bëj një pyetje, meqense ja tham të gjitha Ramës, ju jeni nga Dibra. Po. Edhe Dibran shquhen për muhabet, për zjarësi, për burrni. Mos ma merr për provokim as për ngacmim, erdhi në Dibër dhe i qyti Dibran Qyryk. Po. Edhe në fund nuk di çfarë tha për ta gra, ta gjana që të ndoran ai bjeni ne, nuk e di se si tash s'po formuloj dot atë. Edhe në fund Dibran e votuan. Si Dibran, çfarë pozicioni mund të marrësh në këtë rast? E kam thënë edhe në disa statuset mia në raport me ECA-ket e Edi Ramës në Dibër dhe në zonat veriore në përgjithësi. Edi Rama është idioti më i zgjuar që ndërkombëtarët dhe antishqiptarët kanë zgjedhur për një mision shumë të zgjuar antishqiptar, i cili ishte rasti më i mirë për ta bërë dhe për ta zgjuar shqiptarin përmes një shqiptaro folsi më saktë, sepse nuk mund ta konsideroj kur shqiptar. Batutat ironike fyese mos shumti të Ramës, e sidomos në veri, sepse duhet të kuptojmë dhe duhet të kemi parasysh dhe faktin se në përgjithësi në disa zona të varfra të veriut, ata që kanë bërë historinë e Dibrës nuk janë më në Dibër. Pra janë ata të cilët Dibrës i këndohet historia, por ata të vërtetët janë larguar. Normalisht që ai gjen terren, pra po flasim për një Dibër në dijenin time, me sa informacion kam në rrugë konfidenciale, nga viti 90 e këtej është diku ke 70% e sipër e zbrazur. Nuk është as pak e gënjeshtër që shpreha korrespondoj me të vërtetën reale, e cila mos shumti reale tek auditori i tij i majt, pasu parasysh për ne që e njohim nga afër, se çfarë auditori elektoral është. Sigurisht, derisa ai e tha dhe ata të tjerë të duar trokitën, kemi të bëjmë me një konfirmim të qyrikëzimit. Ndoshta s'na pëlqen, është gjë tjetër. Por duhet pranuar që mirë që e tha, sepse ndoshta 10-15 e duar trokitën e pranuan dhe në disa qendra të tjerë u revoltuan dhe i thirrën koshiencës. Mua dua ta them sinqerisht, nuk më surprizon asnjë fyerje e Ramës, madje mua më vjen mirë. Jo sepse e thot, apo sepse korrespondon me të vërtetën, por sepse ndonjëherë pa dashje, kur robi don të ofendoj, sidomos disa treva, le të dalë në një me koshiencë. Edhe idioti pa dashje e zgjon ndonjëherë popullin. Besoj se mas asaj date, jo të gjithë e donin Edi Ramën si dikur, edhe të tjetër. Mund ta kenë edhe duar trokitur, ndoshta nga detyrimi, sepse tutorët e tyre i kontrollonin nga sipër. Por kjo është e vërteta. Ai këto ka thonë në Dibër, diçka tjetër ka thonë diku tjetër, diçka tjetër më vonë ka thënë gjitha trevat e Shqipërisë,
sepse qëllimi i tij ka qenë të mitizohet, të rluaj rolin e Trimit, ndërkohë që e dim se nuk është daq, por që e bën pushteti, ndërkohë që shqiptarët, le të themi, hera herës kanë votuar me apo pa koshiencë figura të tilla siç është sot Rama, po siç ka qenë dje Nano. Jo më pak ka qenë Nano ka shumë ironik, tani ndoshta mund të ishte pak më intelektual se ky dhe ndoshta thoshte në një farë jargoni tjetër, po i tillë ka qenë dhe ai. Të tillë janë sa politikan edhe të djathtë, se nuk duhet të them më të majtët, të cilët me një fjalor të tillë dalin publik, pavarësisht se nuk janë në lartësinë shtetërore pra të pushtetit sa që është Rama që fjalat e tyre të reklamohet, por kemi edhe politikanë të majtë dhe të djathtë që janë muzisë se ai. Pra, kjo është e gjitha. Nuk e po. Klodi, unë ju kërkoj ndjes di brande që ndoshta po na ndëgjojnë, nuk e pata me të ngacmuar, unë e pata sepse ndjehemi keqardhur, sepse ne shqiptarët, me thënë të drejtën, sidomos në zonën e veriut, përpara dinjitetit nuk kemi vënë asnjë gjë dhe mbani përshtypje se Rama në një formë apo në një tjetër i fitoi votat aty, por ne jo për një vend pune, as për bukën e gojës dhe për asnjë gjë nuk do t'i nënshtrohemi as Edi Ramës e as një personi tjetër nëse na fyn. Pra ne nuk mund ta trokasim, ne nuk mund të marrim pushkën, dalim e ta vrasim, por ama të paktën nuk i japim votën. Churchilli i famshëm kishte thënë që për parimet e ndryshoi partinë, por për partinë nuk i ndryshoi parimet. Pra edhe nëse je socialist, nëse Rama të quan në qyryk, jo çdo Dibrani, se kur ka fry Dibrani ka fry edhe Mirditorin, edhe Kuksjanin, edhe Pukjanin, edhe çdo shqiptar të atij territori. Se po ndodhin në Divër, edhe i fyu, pa ai ka fyr edhe në zonat e tjera. Prandaj u bën thirrje dëgjuesve që ne dakord jemi simpatizantë të një partie, por mbi të gjitha jemi njerëz dinjitoz, edhe para dinjitetit nuk vëm asnjë individ tjetër dhe asnjë parti tjetër. Prandaj duhet jemi koshient, duhet jemi të ndërgjegjshëm në çdo rast, nëse nuk ke guximin për t'ia plas fytyrës në momentin që thot, të paktën aty në heshtje kur t'jepet mundësia votën mos ja jep. Klodi, kalojmë tani në një pikë tjetër. Jeni i angazhuar me Partinë Demokratike, jeni angazhuar. Çdo shqiptar është i angazhuar pothuajse në një parti apo në një tjetër, në një shoqat apo diku, janë pak shqiptarë që janë pa angazhuar. Unë kisha për të thënë diçka, Klodi, se shpesh herë diskutoj me njerëz edhe thonë njerëzit, jo, unë thotë i rri larg politikës, jo i rri larg kësaj, domethënë e qynë me krenari. Të rrish larg problemeve, dhe problemet zgjidhen, rregullohen, domethënë politika është gati ka dalë, është rregullatori se partitë politike qeverisin një vend. Pra më besoj se njerëzit duhet të angazhohen në një formë apo në një tjetër për të kërkuar drejtat e veta, po jo gjithmonë në mënyrë individuale, por edhe në grupime që mendon se gjen përfaqësim. Kështu që disa, ti merresh me politikë, po merrem zotni sepse unë shoh për te pjatës time, shoh edhe për tjerët, shoh a kanë tjerët, as kanë që edhe për veti duhet që gjërat të bëhen më mirë. Je angazhuar në politike, tani unë e konsideroj që marrja me politikën është një përgjegjësi. Po pra, atë them njerëzore dhe patriotike. Po. Se derisa individi apo shoqëria nuk merret me politikën, është politika ajo që merret me ta. Po, i lën dorë të lirë. Po. I lën dorë të lirë. Tani Partia Demokratike ka humbur në 3 palë zgjedhje. Di herë kishte kryetar, pastaj të rinj kryetar, pastaj erdhi puna me Sali Berishën. Unë si person kritik do thoja diçka që po ta marr një shembull se ne shqiptarë gjithmonë i marrim shembull me futbollin. Arsenali, meqenëse unë jam edhe afër Arsenalit, fitoi kampionatin anglez, edhe direkt pas fitores, unë jetoj me tifozat e Arsenalit, se kam një biznes rëndër dhe ju shërbej në ditët që ka ndeshje, edhe direkt më thonë që Arsenali ka kaq lek shpenzime për të bën blerje për vitin tjetër. Domethënë, edhe si fitues, ai mundohet të riorganizohet, të bjerë forca të reja.
Tani Partia Demokratike ne kemi kuptuar, edhe duke njoftë Ramën, edhe Rama bashkëpunimin me mafjen, prandaj e ka edhe bashkëpunimin jo me mafjen shqiptare, po edhe me atë ndërkombëtare, e kishte për të ble opozitën, për ta denigruar, për të shpallur non grata Berishën, edhe shumë veprime tjera anti-opozitare, po që në fakt kur ti do të shuash opozitën janë edhe antikombëtare, antipatriotike. A mendon se PD-ja duhet të rrihet vetëm aty që na i vodhi zgjedhjet, po duhet bëhen ndonjë analizë, edhe duhet hapet pak më shumë për të prunë fytyra të reja për plasjen e Unë kam qenë dhe kundra doktor Berishës në 2013 për kundrejt një lëvizje të vogël djath. Duket sikur këto 4 vitet e fundit shumë kush ma pyet këtë pyetje sepse shohin që unë kam qenë shumë i lidhur personalisht pra si mbështetës i doktor Berishës. Dëgjoj. Unë doja të përgjigjem pak me detaje kësaj pyetje për të sqaruar më shumë të demokratët që na dëgjojnë. Po, unë është vërtet jam aktivist i Partisë Demokratike. Tani Sali Berisha me të gjitha kompostën e tij, për mua në këndvështrimin tim është një e keqe e domosdoshme e Partisë Demokratike, si kundër çdo tjetër kush që pretendon ta zëvendësoj është një e mirë e panevojshme për momentin për Partinë Demokratike. Që do të thotë që vërtet që mund të ketë disa pika me të cilat Berisha i rëndon Partisë Demokratike negativisht, por askush si Sali Berisha dhe sa Sali Berisha mund ta dojë këtë parti sot. Ose në qoftë se dikush pretendon, nuk është asgjë tjetër veç se klienteliste dhe jo idealiste. Unë mendoj që Berisha ka të gjitha motivet e duhura, mos shumti, edhe për çka i ka ndodhur në raport edhe me non gradën. Por për te kësaj, ai ka një motiv më shumë, mund të thuash dhe emocional ndoshta, por në raport edhe me historinë e tij, sepse toleranca ndaj non gradës do të ishte një miratim në heshtje për gjithë kontributin e dhënë të tij ndaj popullit shqiptar dhe Partisë Demokratike, e cila e shumë zonte me zerë gjitha të mirat e bëra, flas për të mirat, por sigurisht mund të ketë të këqijat e veta. Ndërkohë që ai bëri të kundërt, loboi për kundra non gradës, që si flitet këto ditë edhe mund të hiqet. Tani, unë nuk besoj se në këto kushte që aktuale që u dëmtua Partia Demokratike, përveç zhargonit mediatik që po ashtu është pjesë e luftës ndaj Sali Berishës së Partisë Demokratike, askush tjetër, as më i miri mund të merrte ndonjë rezultat ndryshe. Sepse cilido që të ishte në rolin e doktor Berishës, për te fakti që unë dyshoj që ishin rrymat, sepse këtu janë shumë rrymat të djatha dhe ne nuk jemi si të majtët të cilët jemi në rrjesh për një si ushtar të duqës, si që ka elektoratin e majta, por brenda të djathës janë shumë rryma ku diun të ballizmit, të legalizmit, të pronarëve, të përndjekurve politik me stilve dhe këta të fundit janë të ndarë në ish spiun dhe ish përndjekur, e më thetë thash. Pra është një elektorat shumë i bris i cili aktualisht kush për mirë, kush për keq, doktorin e kemi në një farë mënyrë si një ikon që na përbashkon. Dhe në rrethanat e një përçarje të tillë, cili do figurë e fortë, nuk do ta kishte kthyer për dëm pushtet. Ose, në rast se do të mund ta kishte kthyer, as pak përmes një zotësie në popull, përposhtë përmes një konjunkture diplomatike të sponsorizuar nga jashtë për të arritur atë objektivin e tyre të jashtëmeve, që të zbrapzin politikanët nacionalistë. Dhe motivi pse unë më shumti e kam mbështetur këtë kaos pro Berisha është sepse u pa shiqare që non grada ishte një sulm ndaj patriotizmit në Shqipëri. Sepse në rast se do të kishte një bazament ligjor ose le të themi konvështrim për të goditur korrupsionin, sigurisht që dhe paralelisht që duhet ishte shpallur non grada një segment i gjerë politikanësh, të cilët ashiqare, me prova, me fakte, dukeshin si ishin më të rëndomt. Edhe se Sali Berisha, qoftë në raport me korrupsionin, qoftë në raport me minimin e demokracisë, me cënimin e zgjedhjeve e tjerë. Pra, veçorimi në këtë kontekst i vetëm liderit të opozitës, i cili për më tepër akuzoi për të kaluarën, pra nuk ishte më rrezik
për shoqërinë, në qoftë se vërtet ato e kishin si bindje, ishte, le të themi, sakrifikim i sovranit, qoftë i elektoratit të djathtë apo qoftë i popullit shqiptar në përgjithësi. Pra ishte një goditje ose një sinjal i fortë politik ndaj popullit shqiptar që po nuk qetë ushtarët tanë, neve ju shpallim non grata. Pra ky ishte mesazhi që përcolli non grata e doktor Berishës dhe unë me gjithë bindjen time që kam, që po është shumë e domosdoshme që Berisha një orë më parë të ndrohet, jo më parë se sa ai të jetë i pastruar nga kjo, le të themi, goditje diplomatike ndaj popullit shqiptar, dhe pse jo më parë se PD-ja të jetë në pushtet, sado që kjo mbetja e tij në krye të PD-s e cënon pak a shumë kozgjatjen e opozitës demokratike. Arsyeja ime është e posaçme kjo, dhe unë nuk besoj pastaj tek trillimet mediatike se ai nuk don, po don në pushtet, se ai bashkëpunon, apo më keq akoma se ai nuk posedon, le të themi, kapacitetet intelektuale të tij, kur dihet që paralelisht me to, Turqia, Rusia, Amerika, Kina kanë lider të ngjashëm në të njëjtën moshë në krye të tyre, apo jo? Po, është e vërtet, po kalojmë pas zgjedhjeve, e kisha hallën te ajo që a mjafton që na i vodhën zgjedhjet edhe nuk do të bëjmë asnjë gjë vështirë të vazhdojmë presim zgjedhjet e ardhshme? Po, në një ushtri e paarmatosur nuk mund të bësh asgjë tjetër në rrethana të ndryshme përveç se për të ushqyer alibin. Domethënë, ne jemi një ushtri e paarmatosur në kuptimin figurativ që populli shqiptar i mungon sensi i sedrës ndaj votës. Pra ne jemi ata që 4 vjet e shajmë shtetin dhe na mjafton një teker Rakim Mëngjes se ja shasin votën. Dhe një opozitë dobët e sulmuar nga të kratë, nga brenda dhe nga jashtë, dhe ku elektorati i saj është larguar nga një opozitë kaq e gjatë, normalisht që çfarë do t'i ngjelet të opozitës të bëjë më shumë se sa kaq. Dhe çfarë do të bënte më shumë dikush tjetër. Pra, ndryshimi i liderit do të ishte edhe një kurth, një ronjë në kurth, sepse i njëjti, pra i tjetri i radhës do të bëte të njëjtën gjë. Pra ne do të shkonim nga zgjedhja në zgjedhje duke ndruar lider, dhe opozita, pra shteti do të shkonte nga zgjedhja në zgjedhje duke bler. Ai këto ka synim qeveria, një qeveri monokrate këto ka për synim. Pra ne them që unë nuk më ka shqetësuar fakti që Berisha ka përdorur këtë slogan, sepse në fundit slogani është dhe i vërtet, pra korrespondon me realitetin, nuk është një trillim. Zgjedhjet janë të vjetra, pra nuk është një mashtrim kjo pjesë. Klodi, e kuptoj Klodi, po unë të thash për shembull, e lidha me Arsenal. Arsenali fitoi kampionatin, edhe në kampionatin e ardhshëm nuk do të ndryshohet trajneri, do të jetë ai trajner, po do të ketë ndryshime në ekip me pretendimin për të fituar edhe Champions League. Në këtë aspekt po flas unë. Dakor, u vendos që të mos. Po Arsenali ka një të mirë sepse Arsenali luhet live në publik dhe nuk është në kuti të fshehur ku Pianeci që shan 4 vjet Edi Ramën të dielën gjithë shkon e voton Edi Ramën. Do të thotë, je dakord që Partia Demokratike të vazhdojë me të njëjtin ekip, me të njëjtit njerëz, edhe nuk ka nevojë as për të hapur, për të kërkuar i çik vota tek. Sigurisht unë për sa mundësi kam pas të negocioj, pra me njerëz të cilët flas, unë jam shumë i bindur që duhet hapet Partia Demokratike, është një kolapsus, shumë figura të Partisë Demokratike janë pesh për Partinë Demokratike edhe nga niveli intelektual. Flas edhe për rjeshtjen e parë pranë doktor Berishës, më shumë se gjysma duhen jo vetëm nga shkallët e katit parë, por duhen madje larguar fare nga Selia. Ky është këndvështrimi im, për shumë drejtues qarq që madje njëta gjë duhet ndodh, por po flisim deri tani për liderin. Pra unë unë thash në përgjithësi si Parti Demokratike, jo duke përfshirë edhe liderin, po edhe pjesën rreth liderit që besoj që aty ka shumë njerëz që sipas unë mendoj se pjesa rreth liderit duhet ndruar thuajse e tëra. Janë njerëz të cilët edhe ata që s'kan pasur detyra janë të konsumuar nga mungesa e integritetit të tyre, le të themi politik, kështu që nuk e kam madje kuptuar duke njohur kapacitetet intelektuale të doktor Berishës
sinqerisht nuk e kam kuptuar se çfarë, nuk besoj se nuk është i informuar, por me ftësinë e tyre intelektuale dhe profesionale gjithashtu, më është e pakuptueshme fakti sepse i mban pranë, ndoshta mund të ketë arsye të tipit apo të faktit që ai mos shumti në këtë fazë negative të post non gradës ka pas më shumë nevojë për njerëz besnik, se në fundit po. Të vetmja gjë që ata kanë dëshmuar që din të bëjnë në Partinë Demokratike është besnikëria, dhe mbase i vetmi motiv që ndoshta justifikon afrimitetin e tyre aktualisht në krye të Partisë Demokratike me profesor Dr. Berishën është vetëm besnikëria ndaj tij, sepse gjë tjetër nuk japin Partisë Demokratike për post se vetëm kosto. Unë mendoj se, Klodi, fjala besnikëri është një fjalë e madhe dhe fjala besnikëri do të jetë besnikëri e shoqëruar me integritet dhe jo e shoqëruar me servilizëm. Besnikëria disa njerëz pranë Berishës nuk është besnikëri dinjitoze, është besnikëri e shtirur thjesht sepse ata dinë shumë mirë që të jesh afër Berishës do të përfitosh shumë. Pra nuk është e vërtetë, nuk është reale, se po ti je besnik, je edhe i ndershëm, je edhe punëtor, edhe punon për një kemi parasysh se politike është një shkollë politike shumë e përqarë, me shumë influenca, sidomos sorosiane, të cilët një pjesë janë shumë aktiv, janë shumë frymëzuar për klientalizëm. Do të di diçka, shkolla politike sorosiane sot për sot po sundon politikën globale, madje vetë Amerikën. Palermo një Shqipëri të votkël e cila, siç dihet në vitet 90, ajo tendenca për të studiuar jashtë shtetit ishte primare dhe të gjithë ta i mlodhi Sorosi. Dhe shqiptarët u doktrinuan shumë në këtë pjesë. Klodi, duke qenë se ti i afër Partisë Demokratike deri në nivele të larta, unë nuk duhet me të vënë vështirësi, por do të përmend dy emra në Partinë Demokratike, sepse unë jam nga ata që i përmend emrat, s'kam problem sepse nuk ofendoj njëri, por ama kritikoj edhe përmend emrat. Janë një person ndërkryesor në Partinë Demokratike, sidomos në aspektin e fushën e komunikimit, që është shef Lela, si i thon Alfred Lelës, duke di pse i thrasin edhe shef, që thotë deklaron hapur se nuk jam antar i Partisë Demokratike, por nga shumë kush përflitet si njëri i Sorosit. Në mbledhjen në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike morën pjesë shumë njerëz, keqen edhe ti besoj se ka bën fotografi. Patjetër. Po, edhe aty për shembull mori pjesë edhe Ermal Hasimi duke folur. Domethënë pjesë e kuvendit kombëtar. Unë nuk e di nëse Ermal Hasimi është pjesë e Partisë Demokratike. Domethënë jo, nuk është pjesë e Partisë Demokratike, por kur flasim për hapjen, dëgjoj. Hapja nuk bëhet vetëm me Alfred Lelen dhe nuk bëhet besoj hapja në kuvend kombëtar. Hapja fillohet që përpara, pastaj shkohen të gjithë bashkë në kuvend kombëtar. Pra duket sikur ca njerëz të Sorosit, që janë edhe në Partinë Demokratike, ju hapet dera, ndërsa njerëzve dinjitoz, intelektualëve, njerëz që kanë edhe njerëz pas vete, janë njerëz besueshëm, nuk thirrën. Un kam emra plot, po nuk po i përmend. Unë bashkëndaj me ju faktin që Alfred Lela e shumë të tjerë si Alfredi janë njerëz të imponuar në Partinë Demokratike nga ana e Sorosit dhe njerëz shumë negativ, jam shumë realist për këtë, e them madje hapur me emër mbi emër. Padashur të mungoj këtu edhe emra të tjerë sepse mua nuk më frigon asnjëherë përmendja e emrit njerëz pa kurfar kriteri siç mund të jetë Floriana Garo. Siç mund të jetë Jorita Tabaku, e cila është një personazh ndoshta Alfred Lela dhe Floriana Garo dhe shumë të tjerë si këta së bashku nuk janë aq të rrezikshëm sa që mund të jetë Jorita Tabaku, e cila ka një forcë potenciale në arenën ndërkombëtare dhe shumë penguese në raport me leadershipin Berisha. Por duhet kush ja dha oksigjenin Jorita, në qoftë se nuk do të kishte kandiduar në Partinë Demokratike si kandidate për deputete që fitoi pasaj edhe shumë mirë thonë me votat e socialistëve, Jorita do të kishte përfunduar si Ali Bej, si Lulzim Basha dhe të tjerë. Pra është faj Berishës që ja hapi derën edhe një herë politikisht edhe i dha oksigjen, domethënë e nxori nga koma, e bën sot Jorita lista e vjetshme, nëse i referohemi asaj. Po. Përmban defekte pafund të qëllimshme dhe të paqëllimshme, madje dhe klienteliste. Duam të shtojmë edhe faktin që po janë dhe shitur mandate, por në fundit kur pyetet për leadershipin,
unë bëna veçmas praveqova leadershipin e liderit dhe leadershipin e non-liderve, të cilët për mua pa përjashtim ishin të manipulueshëm, të diskutueshëm, më thet, thash. Nuk liderja do të ketë përgjegjësinë në përzgjedhjen e njerëzve për rreth vetes. Them unë. Sigurisht që ka përgjegjësinë, miku im, po duhet kuptojmë PD nuk është nën të paktën. Edhe sot nuk e ka, sepse derisa të ketë këtë lidership nuk e ka nën kontroll veten. Flas në PD-ja madhe në përgjithësi, por sidomos deri para një viti kur vuante sindromen e burgosjes së përsekucionit politik të doktorit, mbylljen në katin e 8 pranë shtëpisë tij për një vit e kusur, sulmet mediatike, potencialiteti që kishte akoma administrata Trump e Bidenit në shtëpinë e bardhë në Amerikë, pra të gjitha këta ishin pjesë e freskët e atij momenti, sepse kuptojmë që zgjedhjet që ne bëm në sfundmi, sapo kishte administrata, le ta themi në thonjza administrata pro djathtas. Pra nuk e kishte një më këmbë vetëm, qoftë edhe nga ana e financiare. Pra duhet të pranojmë që në qoftë se duhet të themi gjërat troç, ne kemi negociuar tash, më kur them ne sepse për dashje pa dashje duke qenë se isha edhe kandidat përfshihem në atë pjesë, kanë negociuar qoftë edhe për deputet të cilët qartësi duke që se ishin matrapaz politik, por se posedonin ca denar për cilët mund të mbështesin ekonomikisht fushatën përkatëse në këtë qark apo në atë qark. Pra, dhe pse dinim mirëfilltasi se këta ishin figurat të cilët PD-n e rëndonin në çdo drejtim dhe që mbase na kanë humbur dhe jo pak vota, po shumë. Klodi, marrëdhënia e Partisë Demokratike, meqense jeni një aktivist i shquar, edhe i fortë madje, pavarësisht se në heshtën tuaj punë që të njoh nga afër e di se çfarë kontributesh keni, si janë marrëdhëniet ose si janë dhe si duhet ishin marrëdhëniet e Partisë Demokratike me diasporën, kryesisht me element që kanë punuar për Partinë Demokratike, kanë punuar me të gjithë potencialin e vet, duke sakrifikuar edhe nga vetja, edhe a duhet ishte një marrëdhënie më ngushtë, do të ishte dhënë më shumë. Të gjithë eksponentëve të lartë të Partisë Demokratike u kam komunikuar opinionin tim se marrëdhënia e Partisë Demokratike me diasporën është e negative shumë, për shkak sepse një politikë e djathtë e zgjuar pas 12 vjetësh opozit do ta kish kuptuar që elektoratin e saj e ka jashtë. Dhe jo jashtë elektoratin e saj, por komplet eksponentët të cilët e kishin krijuar Partinë Demokratike në përreth e dikur. Pra pikrisht ata të cilët me ardhin e qeverisë Rama në pushtet u larguan të parë, madje u anatemuan me presionet përkatëse, kështu që e kush tjetër veç opozitës duhet synon të diasporën, e cila në fundit në rast të përqindjesh mund të ishim mbi 2/3, ndoshta edhe më shumë se kaq, por të paktën mbi 2/3 emigrantët ishin të diasporë, pra të djathtë. Kjo nga presioni i pushtetit, kuptohet. Dhe besoj se ose nuk e kapën, ose nuk mundën, ose koha ishte e pakët, ose dispozitat ligjore ishin të pakta, të gjitha mund të jenë nga pak, por besoj se edhe intelektualiteti i atyre personazheve që PD-ja autorizoi në diasporë ishin jashtë pritshmërisë, jashtë le të themi jashtë integritetit. Unë tani nuk dua të përmend emra, ose mund edhe t'i përmendim, sepse në fundit dihet figurat kryesore ishin ish-kryetarja e Parlamentit Josefina Topalli, një figurë e cila unë e kam kritikuar madje edhe hapur për mos dashje, mos sakt për të arritur rezultat. Ose, por nuk besoj që t'jetë kjo, e kanë pasur ndoshta në ato idiocinë e Don Kishotit të parit ëndrave me sy hap se mund të ishte pushteti i domosdoshëm i kthyer shëmbjet për shkak të faktit të 3 mandateve qeverisë. Por kjo do të ishte cinike ta mendonim se nuk besoj se Berisha. Jo, unë mendoj se, më fal se po të praskoj, unë mendoj se kjo, domethënë menduan se pushteti do të vinë këtë radhë për inerci, domethënë që njerëzit janë lodhur se ta degenerojnë Ramën, se i meriton të gjitha degenerimet, të gjitha mosvotimin e meriton të largimin nga politika. Edhe besoj që shumë eksponent Partisë Demokratike dhe me dhem kjo ta them, por e them se s'kam problem fare për asnjë, sepse unë punoj me krahët e mi me djersën time dhe hapukën time, edhe jam kontribues madje ashtu siç ju, më pak se sa ju, sepse unë e di kontributin tuaj, në kuptimin që vetëm kam dhënë dhe nuk kam marrë asnjëherë, ata menduan se kanë fituar davan edhe menduan se kur ndahet torta, menduan se kur ndahet torta, kemi sa më pak njerëz që na bien racione sa më të mëdha.
Kjo ka qenë Është vërtet kjo, është vërtet ky kalkulim është i borë, ky kalkulim është prezent, madje kjo nuk kupton që mund të ketë një farë në heshtje, një farë bashkëpunimi me dy palëve për të mos i kaluar elitat, qoftë majta tek njerëz më idealist, qoftë dhe djatha, por besoj se ndonjëherë edhe humbjet e shumta shërbejnë për më shumë reflektim. Ndoshta është vërtet që demokratët po e vuajnë këtë pjesë, ajo pjesë e cila në fakt bazohet tek pushteti për të filluar punë dhe janë shumë njerëz që të presin këtë ndryshim, por ndoshta një humbje e vjeçme ndikoi në atë çka shumë demokratë ndershëm sot duhet ta shfrytëzojnë këtë okazion për tu antarësuar më shumë tek PD-ja, por jo me testra vetëm, edhe në prezencë fizike, sepse në fundit derisa të ndershmit nuk i afrohen selis, atë gjithmonë e posedojnë pastaj të pandershmit. Pra duhet kuptuar që shqiptarët nuk vuajnë vetëm faktin, domethënë nuk janë vetëm mëkatarë në këtë vend, janë dhe ata që heshtin ndaj mëkatit në Shqipëri. Dhe në qoftë se PD-ja është e matrapazëve, është për faktin se idealistët e vërtet nuk e bëjnë hapin drejt selis qendrore në PD për të luftuar. Pra, koha ka vërtetuar që matrapazët janë më të zotët, gjithmonë kuptohet në qëllimet e tyre të këqija, sesa intelektualet. Intelektualet janë më të heshtur dhe heshtja i ka çuar gjithmonë humbje. Është vërtet, Klodi, por duhet të parasysh edhe një gjë që intelektualet janë ata njerëz me dinitet dhe integritet dhe nuk e pranojnë kurrë që të shkojnë në një derë edhe t'i luten dikujt, për shembull atyre që s'kan kontribute fare, që aman edhe të hyjë unë këtu brenda. Duhet jetë një politike Partisë Demokratike hapja. Unë nuk po shikoj hapje fare, edhe unë të garantoj që nga mas zgjedhjeve, domethënë se nuk po përdorim më, nuk po flasim për pjesën para zgjedhore, po pas 11, domethënë me 12 maj e deri tani Partia Demokratike nuk ka afruar vetëm një person të vetëm që se është larguar dikush, sepse nuk e kanë atë. Do të kuptojmë, jo. Realiteti duhet të thonë tani, ndonjëherë shpesh i doktrinojmë gjërat edhe në interferim të gabuar. Me thuj një emër që është afruar në Partinë Demokratike, nga emra nga elita, nga akademia, nga këto njerëz, as edhe një. Sepse nuk mund shkesh në atë Parti Demokratike nëse ti je akademik, ose akademike dhe drejtohesh nga Floriana, të japi fjalën ty Floriana Garën, ta vendosë ajo se kush do të flasë. Por mund padyshim që intelektualet e pastër të le të themi të krijojnë elitat vetat, grupimet vetat. Komisionet vetat mund të krijojnë le të themi aty ka le të themi Selia ka zyra shumë, ka organizime të shumta. Kemi doktor Ilir Ali Mehmeti, një vizionar i cili premton shumë për të ardhmen. Kemi njerëz të cilët edhe pse le të themi ngelen akoma të dorës dytë, Ilir Ali Mehmetin e ke jashtë parlamentit. Por në qoftë se intelektualet nuk mblidhen, ai do të ngelet jashtë sepse ngelet i vogël, ngelet minorancë. E kuptoj. Por në qoftë se elitat do të krijojnë grupime, atëherë ai do të ngelet bërë shumicë. Pra, këtu është problemi që matrapazët dinë të zihen dhe dinë të bashkohen. Intelektualet aktualisht koha po flet që dinë vetëm të heshtin, pra të ngujohen në atë vetminë e tyre me atë pretekstin që unë nuk bëhem me këto, nuk e kam nivelin të ulem me këto. Dhe derisa ne nuk e kemi nivelin të ulemi me këtë, të pranoj të flas me atë, të luftoj atë tjetrin, nuk do të ndodhë gjë tjetër përveç se ne të ngelemi në shërbim të gjithë atyre që ne i urrejmë sepse nuk janë me integritet. Pra ne jemi gjithmonë votues. Por edhe një ekip elit që ka qëllim të fitojë një ndeshje, një përballje qoftë politike apo e çdo lloj aspekti tjetër, ai i kërkon elementet e fortë sepse ata të cilën fitoren, ndërsa aty në Partinë Demokratike ndodh e kundërta fatkeqësisht. Që thash, edhe partia duke kur e shikon se ka nevojë për njerëz, duhet krijojë hapësira që njerëzit të shkojnë aty. Po dua t'ju kujtoj që kosovarët janë shqiptar. Dhe edhe atje, deri para 20 vjetësh, pra deri para 10 vjetësh madje, të fortit sundonin. Por intelektualet u bashkuan drejt një kauze e cila ishte thjesht. Okej? Ishte kundra të fortit. Pra, ne po bëjmë një paralelizëm me një popull i cili ka as pak 15 vjet që është në shtet i pambarur. Atje sot e kësaj dite madje dhe me tonë shumë përsëritse, populli po tregon që ti nuk je mit. Ke qenë i UÇK-s, ke qenë i fort, ke qenë dikush, po sot si askush i ke vjet.
Sot si askuqi se ti nuk je intelektual me integritet, mund të kesh qenë komandant i fortë ushtarak, por politikisht je zero. Pra, po, vazhdo. kjo ishte gjitha, domethënë që heshtja problem nuk është agresioni i njerëzve pa integritet në një popull. Problem më madhor, sesa ky është heshtja e personave me integritet, intelektualëve. Sepse në momentin ku personat me integritet bashkohen dhe luftojnë, të tjerët dobësohen, minimizohen. Tek ne po ndodh fenomeni i kundërt. Në Kosovë ndodhi fenomeni i saktë. Pra, të gjithë ata huliganët e pas luftës, të cilët, që mos të përsërisim më shumë, arritën që të sfidohen nga një lëvizje e cila lindi nga hiçi. Por ama kishte një lider kjo lëvizje. Pra kishte një lider me i cili kishte dëshmuar. Tani unë nuk për më tepër as nuk i përkas asaj bindje, kështu që sepse është ekstremist, por si fenomen duhet të mbështetur. Pra, për shkak se dy rrymat kryesore tradicionale ishin në luftë të ashpër vllavrasëse, intelektualët u tërhoqën nga të dyja krahët dhe krijuan një pol të tretë, i cili po dominon prej 7 vjetësh, 8 vjetësh. Pa këtë duhet bëjmë, po. Në Mirdit, Klodi në Mirdit, një ndër zonat më fanatike të Shqipërisë, çuditërisht, ne kemi arritur që të kemi një ekip voleybolli femrash ka shumë vite, edhe madje jemi shpallë dhe kampion kombëtar. Në Mirdit ku të gjitha, domethënë nuk lejo kush me dalë me kilota si thoshin atëherë e me rroba edhe në flash ndoshta rrezik me shku me ulan me gjithë rroba, arritën që të krijohet një ekip voleybolli femrash, por në Mirdit ndoshta edhe sot nuk do të ishte kriju me fanatizmin që kishte Mirdit atëherë, por ndodhi një person i apasionuar mas voleybollit që e krijoi ekipin, e ndërtoi edhe e zhvilloi. Pra që aty ku nuk ndodhin disa gjëra duhet të jenë ca njerëz që duhet ju prinë këtyre gjërave nëse nuk ndodhin. Pra një janë elitat, pra një janë akademikët, pra një janë, por në Shqipëri politika sundon çdo burim nga komunë të dali diçka edhe e mbysin në një mënyrë apo në një tjetër çdo iniciativë që besojnë se nuk ju shërben aty. Klodi, ne kemi fol bashk 1 orë 47 minuta. Unë isha pak gënjeshtar me ty në fillim, po dje se më tha sa do flasim, edhe mos me ta bë shumë të vështirë sa do flasim një orë. Unë e dishim se do flasim shumë, sepse unë e di se ti je i drejtë për drejtë, ke gjëra me thënë, ke oratori, edhe je një njerëz që ke aksion në të gjitha drejtimet, në ekonomi, në profesionalizëm, në politik, po edhe në humanizëm, kështu që e dija se do ta marrë shumë kohë, pasi di potencialin jo vetëm të fjalë, por edhe të veprat. Imagjino që televizionet që bajnë emisione opinion, ato rrinë rreth 1 orë gjysmë, po kanë edhe reklama ndërmjet, edhe dikur lodhën, ndërsa unë ti 1 orë e 48 minuta bisedë kemi bë, edhe jemi akoma të palodhur. Pse? Sepse jemi njerëz, jemi nacionalista, jemi njerëz pasionant që duam të shërbejmë. Edhe nuk i shërbehet edhe me intervista, edhe me fjalë, edhe me mendime, por jemi edhe njerëz terreni, nuk jemi thjesht njerëz llafazan që flasim nga radio apo nga televizori. Edhe kaq. Klodi, unë të falenderoj që erdhe. Më surprizove shumë sonte në kuptimin pozitiv, se nuk desha të ngacmoj shumë në anën politike, se thash nuk duhet bëhet vështirësi, por fole me emra ishe i drejt për drejt, edhe unë të falenderoj, edhe të përgëzoj, duke qenë se je akoma i ri, edhe e ke jetën përpara, qoftë angazhimin politik edhe në të gjitha drejtimet, edhe të përgëzoj për guximin që ke, sepse është më mirë domethënë duke guxuar edhe duke mos fituar, sesa duke fituar edhe duke. Ne diasporës kemi pak fortunë, miku im, dhe ne e kemi domosdoshmëri të jemi të drejtë për drejtë, sepse në fundit janë realitetet të cilët ne po i kemi vojtur në kurrizin ton shumë vjeçar këtu ku jetojmë. Njëjta gjë vlen, njëjta konsiderat vlen dhe për ju, e cila njëkohësisht që kur jemi njohur, ju kam ndjer nga afër për gjithë atë drejt për drejt aktivitet që ushtroni, pasur parasysh edhe vështirësitë dhe kohën që kërkon mos shumë ti familja dhe biznesi, pra. Por e tham më një herë, po nuk u more me politikën, do merret ajo me ty. Dhe fakti që unë ti jemi rrugëve sot është sepse ajo është marrë me ne. Dhe ne nuk kemi marrë me ato. Don Zoti ndryshojnë gjërat, ndryshojnë shqiptarët bizgjitha, se po nuk ndryshon shqiptarët në raport me vetveten, nuk ndryshon dot kur politika. Unë uroj që të ketë na prije mara kudo të gjithëve, padyshim, pa përjashtim, gjitha
e komunitetet shqiptare kudo që janë. Faleminderit dhe ju shumë për ftesën. Ishte një bisedë shumë e hapur që asun nuk e prisja do të ishte kaq shumë e gjatë 2 orë. Me bindjen se edhe dëgjuesi juaj ndoshta ka darmen e këtë orar. Po, patëm komplimente, patëm ndjekje goxha dhe bile i funit vjen do ju kishin nxili thot analistët e televizioneve shqiptare ju të dyve për ata që përcjellni jeni vlerë kombit. Do na kishin përzon patjetër nga studio me këtë. Po se ata lodhen shpejt dhe duhen të me siguri nga fillimi i emrave që përdorëm do na kishin përzon nga studio. Edhe komenti i fundit vjen nga Blerta Gazidetja, thotë 2 fantastikët patriotë të shkëlqyer, humbje madhe që jeni larg të dy, megjithëse jeni aktiv dhe prezant politik në çdo aktivitet. Falenderojmë Blerta, ne kemi mrekullueshme në kuvendin e Veriut. Falenderojmë çdo që na ka ndjekur. Nëse ke ndonjë mesazh të fundit Klodi Mira për ndryshi. Padyshim që kisha një mesazh shumë të shkurtër për cilin do shqiptar që na dëgjon. Shqiptarët duhet dëgjohen në gjitha sferat, pra të gjithë kuptimin kjo fjalë përmban. Një shqiptar duhet zgjohet, duhet të jetë aktiv për çka ndodh në Shqipëri dhe jo vetëm në Shqipëri, por gjitha pjesët e Shqipërisë. Zim nuk do të thotë të jesh aktiv vetëm në Facebook, nuk do të thotë të publikosh flamurin në ndonjë veçantë, në një datë veçantë historike apo kulturore. Zim do të thotë gjithë përfshirja intelektuale e individit për gjithçka që ndodh në Shqipëri, për çdo fenomen politik dhe jo vetëm, edhe ato fetar. Nuk e di, Klodi më duket se i ka rënë linja apo jo? Klodi më dëgjon? Nuk e di, dëgjohemi. Yes, u shput linja, po nuk e di çfarë ndodhi. Okej, vazhdo, se të dëgjosh tani. Jo, ishte e kryva si përfundim, domethënë ishte kjo ftesa ose apeli ndaj çdo shqiptari për të qenë hiperaktiv në çdo ndodhi që Shqipërisë i kanoset, e sidomos në këto vite që të shumta kanë qenë rastet. Vetëm kjo mund na nxjerrë të faqe-bardhë dhe të bashkuar si shqiptar në qoftë nga niveli i dinjitetit, qoftë nga niveli, le të themi, i asaj shpresës që një ditë të kthehemi pranë atë dheut, sepse duhet ta pranojmë këtë fakt. Kur kemi ardhur këtej, kemi ardhur me idenë për të kthyer në atë dhe. Dhe nëse kjo ide rrugës na mundi e kundërta, që të mos kthehemi, kjo nuk do të thotë që Shqipëria është fajtore, por sepse ne duhet të kemi pranuar që jemi asimiluar. Nuk besoj se një popull i asimiluar në breza atë krenarin e trupit. Po u bëj një rënd vogël, po ndërmarr shumë sekond pak. Populli arbëresh në Kalabri, që unë e kam vizituar nga afër, sot e 600 vjet martohet brenda vetit, gjuhën shqipe flet atë dialektin e vjetër, martesat i kanë brenda vetit dhe porit i kanë Allah shqiptar, që deri dhe mikpritjen. Pse? Sepse ata kanë qenë një popull me dinjitet. Dhe duhet bëjmë një krahasim. Në 30 vjet në shqiptar që jemi në diasporë, jemi të shumt që jemi asimiluar më shumë se sa 600 vite arbreshët. E vërtet. Pse? Sepse dinjiteti atyre është, koscienca atyre është e pastër e lartë. E jona ka qenë e ulët, realisht shumë e ulët ka qenë. Ndoshta sepse komunizmi krijoi këtë frymën që Shqipëria na ka fajin. Në fakt jo. Shqipëria e ka krijuar zoti një lule në mes gjitha shteteve tjera me plot harmoni dhe pasuri mbi dhe nën toksore. Pra, shqiptarët do ta kenë gjithmonë në apelin tim atë dëshirën dhe dashurinë për të kthyer në atë. Kaq kisha unë, mirë. Klodi, të falenderoj shumë, të uroj një mbrëmje të bukur, edhe mirë dëgjoshim, duhet ta dish se radio jona është gjithmonë e gatshme dhe hapur për ty dhe për çdo që ka nevojë ose ka dëshirë të flasë një fjalë nëpërmjet nesh ta përcjelli tek dëgjuesit. Natën e mirë edhe mirë dëgjoshim. Edhe unë ju uroj një natë këndshme në vazhdim dhe falenderoj për ftesën që patëm kënaqësinë të komunikojmë bashkë.
Faleminderit edhe ne. Të nderuar dëgjues të Window Radio, siç e dëgjuat, isha unë në një bisedë unë Gens Paçuk nga studion e Londër me Klodian Camin nga Italia, emigrant nga Italia. Thirrja fundit, me thënë të drejtën, më pëlqej sepse ai tha dhe prandaj ne i thrasim njerëz për të thënë fjalën e tyre për të dëgjuar. Ai tha shumë bukur që ne nuk do të rrim pas tastierës së telefonit apo të kompjuterit duke bërë ca fotografi patriotike, po ne duhet angazhohemi, duhet ngrihemi edhe duhet lëvizim të vendosim vetë për veten dhe të mos vendosin tjerët në lidhje me ne. Për sa i përket atij krahasimi që bani me arbëreshtet e Kalabris, doja të thoja edhe unë që integrimi i shqiptarëve ose integrimi jonë në çdo vend ku shkojmë është aftësi, por do të ngjelet në integrim dhe jo në asimilim. Sepse siç e shikoni kultura shqiptare nuk është kulturë banale, është një kulturë që ka dignitet, ka integritet, ka besë, ka mikpritje, ka seriozitet. Pra nuk duhet jemi të turpëruar, nuk duhet jemi të turpëruar nga kultura shqiptare që ta zëvendësojmë me kulturën e vendeve ku shkojnë. Ne duhet integrohemi, duhet të përshtatemi me vendeve, duhet të përshtatemi me ligjet e vendeve, duhet mësojmë gjuhën e atyre vendeve, sepse pa mësuar gjuhën ne nuk komunikojmë dot edhe nuk punojmë, por gjithmonë duhet ta kemi në mendje që brenda, sidomos brenda 4 mureve të shtëpisë, ne duhet jemi shqiptar, ta bëjmë shtëpinë tonë një Shqipëri të vogël, qoftë kudo ajo në Evropë apo në Amerikë. Asimilimi është tradhtim, me thënë të drejtën, është mungesë serioziteti dhe të mos jesh serioz ose të mohojsh traditën e kombit tanë, të mohojsh veten, është turp i madh që për ne shqiptarët besoj është e pahishme. U zgjatëm shumë, 1 orë 56 minuta, pothuajse 2 orë në këtë bisedë, por derisa Klodi kishte për të thënë, edhe unë kisha për të pyetur, por duke ndjekur edhe numrin e dëgjuesve që ishte gjithë vazhdimisht i lartë, unë e mbajta fjalën deri tani. Të nderuar dëgjues, kaq ishte biseda për sonte. Ju falenderoj që na ndiqni, vazhdoni të na ndiqni, duke edhe na komentuar ndonjëherë, mos hezitoni nëse bëjmë gabime, na jepni nga një kritik, sepse ne si radio kemi një parim, kritika është ilaç, kritika është shëndosh. Nëse rrinin heshtje, kam frikë se ndoshta nuk na dëgjoni ose bani ndonjë vërejtje. Ashtu edhe komplimentet patjetër i mirëpresim, sepse si çdo kush tjetër, edhe ne jemi njerëz, fjalët e mira sikur na e rrisin një çik adrenalinën. Faleminderit edhe një herë, unë Gens Paçuku nga studion e Londër, mirë dëgjofshim të martën e ardhshme. Natën e mirë. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.